Mirëmbrëmje nderuar shikues, mirë se erdhët në programin Studio e Hapur. Unë jam Eni Vasili dhe me mua sonte në mbrëmje është kryetari i Bashkisë Tiranës Erion Velia. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, është gjithmonë kënaqësi. Shumë faleminderit për ftesën. Faleminderit, ju riktheheni për herë të dytë në këtë sezon mediatik. Ju falenderoj sigurisht për disponibilitetin tuaj, edhe pse jeni në mes të fokusit të sulmeve, akuzave në këtë moment, edhe sigurisht përgjigjet për ne gazetarët janë gjithmonë të çmuara. Kjo është jeta që kemi zgjedhur secili për nesh, unë që të jem gati të përgjigjem. Perfekt. Po, jo, doja të nënvizoja këtë që si rrallë herë në intervista të nivelit tuaj, ndoshta edhe më të rëndësishme se kaq, më kanë mbytur, kam qenë pushtuar nga telefonatat të qytetarëve, kundërshtarëve politik, brenda, jashtë etj. Dhe kam thënë, tu ka diçka që zgjen, ka diçka që ndodh. Çfarë po ndodh Velia me ty? Po ndodh punë. Tirana është hapur një kantier punësh, vetëm duke ardhur këtu në News 24 pata mundësi të inspektojë disa nga punët që po bëhen rrugës për të rregulluar gjithë zonën Alidemi, gjithë zonën e Shkozës. Ky është eksaktësisht premtimi që bëra. Sigurisht disa njerëz i zë rakia, disa njerëz i zë deti, disa njerëz i zë puna. Dhe me sa duket është krijuar një front i njerëzve që i zë puna, edhe që nga gjithë kjo trullosje po mundohen që ta pengojnë. Dua që ky mision të fillojë dhe të mbarojë me këtë temë. Kjo nuk do ndodhi. Puna nuk do ndalojë në Tiranë. U votova që të punoj me njerëz që i zë puna dhe që dolën nga gjumi dhe thonë mos puno kaq shumë se na u morën mend, unë me këta njerëz nuk kam shumë tolerancë, kështu që për ata që më votuan për punë, ju garantoj që do kenë punë non-stop. Dhe kjo po ndodh në Tiranë. Për punët tuaja atëherë, për ato që keni bërë ose nuk keni bërë ose do të bëni, doja shumë shpjegime për punët tuaja në Tiranë, por përpara kësaj do doja disa përgjigje nga ju për një çështje ju ka parë protagonist, që ka të bëjë pikërisht me protestën përpara gjykatës nesër në zgaboj në mëngjes, gjykata administrative mblidhet të marrë shqyrtim çështjen kërkesën tuaj për ndryshimin e trupit gjykues etj. Pyetja e parë është, do të protestoni sërish nesër përpara gjykatës? Jo, nesër do të pres vendimin sepse arsyeja pse protestova është që na u mohua herën e parë kjo seancë që ndodh nesër. Pra, ne shkuam përpara gjykatës dhe i tham, ne kemi pretendime ndaj kësaj trupi gjykuese dhe si çdo palë e cila ka të drejtën që në një sallë gjyqi të ndroj trupin gjykuese, ne kërkuam ndrimin e kësaj trupe. Kjo na u refuzua herën e parë. Protestuam dhe herën e dytë kjo na u pranua. Pra, e njëjta çështje për ndrimin e trupës, nga e njëjta gjykat, një ditë urzua, ditën tjetër u pranua. Sot edhe te një mekanik të shkosh dhe një herë do ta rregulloj pompën e naftës dhe të shkosh prapë nesërmen, dy herë për të njëjtin gjë, ai është një mekanik i paftë. Fakti që gjykata e di ka si lexohet ligji dhe për herë të parë, ndoshta edhe herë tjera, po për herë të parë pa një grup të vendosur që di ligjet e shtetit dhe i dikton dhe i lexon se cilat janë procedurat dhe herën e dytë e pranon dhe rishqyrton, do të thotë që pas kemi pas drejt. Dhe do të thotë që pa atë protest, gjykata do ishte mjaftuar me atë që ndoshta, po me sa duket jo rrallë, u ndodh qytetarëve tanë, ku në mënyrë të fshehtë, me disa vendime të parapërgatitura, me disa tendera të shitur, një gjykatë që kthehet markat, për cilën qytetarët që mund të kenë halle shumë të rëndësishme, jetike për jetën e tyre. Kështu që më vjen mirë që pas atij tubimi paqësor, pa patllake në brez, pa vandalizuar objektet e gjykatës, pa hyrë në gjykatë. Kështu që në këtë sens, ajo që di të them është që protesta paqësore e një qyteti që po viktimizohej dhe që po ishte viktim e padrejtësisë. Reagimi i qytetit e bërë gjykatën të lexonte ligjin ashtu siç ishte. Nuk mund të ketë gjyq pa palë dhe pa njoftuar datën. Nesër kemi një gjyq që është njoftuar data dhe kemi seancë. Të cilën sigurisht do ta shoh me shumë vëmendje. Unë edhe shumica e Tiranës që përfaqësoj. Këtu do të jemi të gjithë, do kemi mundësi të flasim edhe më pas, por qëndrojmë te ky moment i parë. Ju thoni pra në një mënyrë ndoshta të tërthort, por konkluzionisht ky që ju keni ndikuar gjykatën. Ajo që unë kam bërë është kam ushtruar të drejtën time kushtetuese të protestoj. Në Republikën e Shqipërisë. Duke shkelur kushtetutën sipas shumë zërave, pavarësinë e pushteteve. Ju jeni një pushtet, përfaqësoni një pushtet dhe gjyqësori përfaqëson një pushtet tjetër. Kori i zërave që i vesh me një lloj tisi, me një lloj velo eksperti. Nuk bëhet kjo se kjo është ligji dhe këta zërat asnjëherë s'ta citojnë dot këtë ligjin. Është e drejtë kushtetuese që ti të protestosh, po flet me njëri që ka organizuar qindra protesta në Republikën e Shqipërisë në të gjitha momentet e jetës time dhe e di që në këtë qytet, në këtë shtet dhe me këtë kushtetut, çdo njeri ka drejt protestoj, për sa kohë që një natë përpara ose një orë përpara në faktikisht ligji njofton policinë. E kanë bërë këtë një natë përpara,
Prokuroria e ka dhe dokumentin me cilin është njoftuar policia dhe jam në të drejtën e Zotit, në drejtën e qytetit edhe të njerëzve. Ju nuk jeni njëri thjesht, ju jeni përfaqësues i një pushteti shumë të rëndësishëm, pushteti vendor, ju dhe të gjithë njerëzit që ishin atje në protesta. Kjo që sapo thatë provon të kundërtën. Pikërisht se përfaqësoj dhe vullnetin e qytetarëve e kam akoma më të madhe pritje. Një pushteti tjetër duke u munduar ta influenconi ose më saktë influencuat, siç vetë po huat këtu apo jo. Të lutem. Unë e përshëndes. 145 i Kushtetutës thot, ndërhyrja në veprimtarinë e gjykatave ose gjyqtarëve pas sjell përgjegjësi sipas ligjit. Jo, neni 145 thot këtë. Dhe kanë gjithashtu reaguar Unioni i Gjyqtarëve, konferenca gjyqësore. Nga kori por të mos folur pasaj o presidenti se do të ndalim më pas. Nga kori i njerëzve që prej nga reforma nuk impresionon fare. Nga kori i njerëzve të cilët sipas të gjithë sondazheve cilësohen si korporata më e korruptuar në Shqipëri, unë nuk impresionon. Do shqetësosha, janë të gjithë. Do dhe do vim aty. Janë të gjithë dhe do vim aty. Po ka diçka kur publiku shqiptar, dhe populli shqiptar e vlerëson këtë si korporatën më të korruptuar në Shqipëri. Ka diçka, pra diçka kërcet këtu. Dhe kur ky kor më kundër vjet, e di çfarë do ishte problem, e di për çfarë do skuqesh unë sot. Po të më thoshe Erion, ti je i preferuar gjithë gjyqtarëve, të gjithë të duan. Ai do ishte tmerr, do fillonte fundi i karrierës time. Të më donin njerëzit që cilësohen më të korruptuarit në Shqipëri. Fakti që i kam kundra më nderon. Unë nuk kam sot medalje më të madhe se sa e gjithë korporata e gjyqtarëve, e gjithë këta që kanë vulat, se janë të gjithë që kanë firmosur. As në KLD janë pyetur gjithë. Dhe më kanë marrë antarët KLD-s duke më kërkuar ndjes dhe thanë e kanë çuar të deklaratë dhe i kam thënë mos reagoni. Është turpi i tyre që mobilizohen me një fishkëllim nga njerëz që drejtojnë institucione që sot janë lodhur. Por nëse do të flasim për kushtetutën, ta lexoj çfarë thot kushtetuta. Gjyqtarët janë të pavarur dhe nënshtrohen vetëm kushtetutës dhe ligjeve. Kjo do thotë që shkelin kushtetutën ata që nuk i varen ligjeve, po i varen dikujt tjetër. Dhe fakti që herën e parë gjykata dha një vendim, të cilën e riktheut nesërmen, do të thotë që kjo gjykat i ka të dyja mundësit, e ka dijen, e ka kuotën e inteligjencës të kuptoj çfarë është i varesh pronarit pallatit dhe çfarë është i varesh ligjit. Dhe herën e dytë zgjodhen të i vareshin ligjit, pra shkelje bën ai që nuk i varet ligjit gjykat. Ka nga ata që mund ta interpretonin ndryshe. Pushtetit që ju ushtroni. Unë si pustet, unë nuk keni pushtetin vendor, keni kryeqytetin, keni qytetin më të madh dhe më të rëndësishëm të Shqipërisë. Kam mision që ta bëj këtë një qytet të jetueshëm. Qyteti sot është në një pikë kritike. Ose i nënshtrohet një korporate që për interesa banal, disa biznesmen me disa gjyqtarë, jo të gjithë gjyqtarët, njoft gjyqtarë të ndershëm, njoft gjyqtarë që jetojnë aty ku kanë jetuar gjithmonë, njoft gjyqtarë që shkojnë punë me autobus, njoft gjyqtarë që shkojnë në punë makina modeste. Drejtu me autobus është pak e besueshme, megjithatë. Ka që bën 4 veta dhe shkojnë në gjykat rretheve sepse jetojnë vetëm atë punë. I njoft dhe këta gjyqtarë, por siç e thon fjalës, pyll pa derë nuk ka. Qëllon që derat e këtij pylli han dhe pyjet e tjerë. Dhe ky është problematika gjyqësore, jo se janë të 300 të korruptuar, por janë mjaftueshëm që u bien rastësisht këto çështje, krejt papritur çështja numër 500 bëhet e para dhe krejt papritur me dorë vjen kunetra e kushërir. Dhe kjo është shqetësuese. Atë ditë në gjykat kam takuar njerëz që vinin çdo ditë nga Bilishti, e linin pensionin në autobus për çfarë? Për njëri kalkulim pensioni, që gjykata duhet ta japi, gjykata administrative. Për çfarë vinte një grua nga Varshava për letrat e fëmijëve? Të mos dalim nga tema. Po mirë, shkoj më fal, fakti që jam emocional, do të thotë unë besoj te kjo. Po të isha indiferent. Po të isha indiferent thosha më mirë si vendosi gjykata dhe do isha i poshtrit tjetër i politikës që me këtë vellën të shohim si do vendos gjykata, praktikisht i bie që ka bërë pazar me pronarët. Po që protesta ishte emocionale. Qytetarët. A jeni penduar protestën? Unë jam penduar, ju s'keni parë gjë akoma. A keni një ide për të kërkuar ndjes pasi janë shumë zëra, qoftë po që thonë unë kam një ndjes. Apolitike. Unë kam një ndjes. Që politika e ngjen zgjidhet brenda institucioneve? E kuptova. Unë kam vetëm një ndjes. Një ndjes që nuk jam përfshirë më herët në protesta dhe në reformën e gjyqësorit. Por duke menduar që më është caktuar një mandat të menaxhoj qytetin, jam fokusuar aty. E vetmja ndjes që kam është ndaj shqiptarëve që s'janë përfshirë më herët dhe s'kan protestuar më herët. Se kjo poshtërsi që i ndodhi qytetit Tiranës, jo mua personalisht. Ç'lidhje kam unë, ç'fitoj nga kjo histori? Qyteti Tiranës. Dhe ti e di fare mirë. Unë dëgjoj balt, helm, thashë theme, idiotësi gjithë ditën ndaj vetes time dhe familjes time. Dhe jam ndoshta një nga njerëzit më tolerant në këtë qytet. Kur vjen puna tek puna dhe tek interesi publik i këtij qyteti, aty bëhem bish edhe nuk të fal. Kështu që nëse kam një ndjes, e kam për qytetarët që nga fokusi tek punët e Tiranës kam qenë ndoshta pak më i tërhequr në këtë çështje e reformës drejtësi, sot jam një nga ushtarët më të etshëm për reformë drejtësi dhe sot
janë vetë ofruar në këtë betejë për reformë drejtësi për gjithë qytetarët. Bëni shumë mirë. Sot po penalizon. Jo, po, kjo s'ka. Do qëndrojmë te kryetari i bashkisë tani, ç'lidhje keni me reformën drejtësi? Ta them unë. Ata që kanë mundësi ta bëjnë, kompetencë ta bëjnë. Sot në qytetin, kryetari i bashkisë me të shpjegoj. Sot në qytetin e Tiranës shumë punë ose janë bllokuar ose po tentohen të bllokohen nga një forcë e errët, e cila deri në janar prodhoi 108 protestat e Bashkia e Tiranës. Nga ata njerëz që në fakt deri dje punonin në Bashkinë e Tiranës dhe s'kishin vajtë në njerëz zyrë. Për herë të parë vinin në zyrë për këtë protestë. Ish zyrtarët e Bashkisë së Tiranës. Nga kryetari, ke nënkryetari, te Këshilli Bashkiak e kështu me radhë. Tani, kur ju dështoi kjo strategji dhe panë që Tirana nuk e honep çdo të dhunën, nuk e honep çdo të vulgaritetin, Tirana nuk e honep çdo të vandalizimin, Tirana nuk i honep çdo të ato fytyra që zbresin nga ato buzi që s'kan lidhje me Tiranën dhe që me demek i kanë dritë në kamzën mbathore dhe vinë shkatrojnë Tiranën, marrin puseta me vete si trofe, shkullin pemë. Jo, kjo nuk është racizëm. Kjo nuk është racizëm. Të ma japin mua kamzën dhe e bëj dritë sot. Sot e bëj dritë. Siç kam për Tiranën. Ajo që më vjen keq është që njerëz që janë në staf dhe në rrogë. Nuk po flisni për territorin. Ju po flisni me racizëm për njerëzit e keni thënë më përpara këtë, njerëzit që nuk e din ku është liçeni, njerëzit që zbresin nga ato buzi, po shqiptarë janë edhe ata. Patjetër që janë shqiptarë, por si mund të protestosh për një gjë të një qyteti tjetër që ti se di ku është? Ku qyteti është të gjithëve. Pikërisht është i të gjithëve. Nga Vermoshin, Konispol. Tani, unë e kuptoj që dikush do ta bëjë avokat në djallit dhe për hir të profesionit ta bësh ti, se ti je gazetare. Po të më thuash që Kamza menaxhohet më mirë se Tirana, dhe ta bëjmë Tiranën si Kamza, këtë është me të fyer inteligjencë. Tani, ajo që jam duke thënë është kjo. Kur u provua që staf, jo njerëz, jo shqiptar, jo këto, po pra, ata u lodhën nga protesta dhe i fillua aty. Një staf i bashkisë së Kamzës, Policë Bashkiake Kamzës, vinë dhe marrin trofe zgarat e pusetave nga Tirana, më fal, kjo nuk është racizëm. Kjo është shkelje e ligjit. Kjo shkelje e ligjit, shkojmë para drejtësisë patjetër, futin në burg e tjerë. As për deputetin me patllake, sa ai shko, kur dikush shko me pistolet, është çështje komplekse, duhet të jesh shumë i kompleksuar që merr armë vete. Pra, kur i rrit me Robocopin dhe ke qenë i paaft si ministër, as vend ministër çfarë, dhe armatosesh si gjel për lodrat e kalamajve, kjo është komplekse. Njerëz vegjël merren me këto gjëra, nuk merren njerëz të mëdhenj. Por ajo që jam duke të thënë është ndjesë publike qytetarëve që s'janë përfshirë më herët, por tani po e pson Tirana. Dhe tani që po e pson Tirana janë bërdonë me ndjesë. Po që s'jani përfshirë më herët ku? Në reformën drejtësisë apo thatë? Po patjetër me që t'i bashkohesha zërave, të cilët si 98% e shqiptarëve kërkojnë që të ketë një reformë drejtësi. Se me sa duket, kur secili e pson, unë e psova si kryetar Bashkia e Tiranës, unë vetë s'kam as prona as lidhje me gjykata. Po e psova si administratori i këtij qyteti. Dhe ajo që po të them është, këtu kishte dy strategji e dashur. Një strategji është mundohemi ta mbysim me protest punën në Tiranë dhe ta sabotojmë. Nuk funksionoi, tani thanë çana ka mbetur këtu, kemi një cop presidenti, kemi edhe ca njerëz që i kemi emëruar, o burra të futet kjo korporat dhe t'ja bllokojmë me gjykat. Po ju them, nuk kanë asnjë shans. A jeni dakord me mua që do bëhet lule? Protesta përballë gjykatave. Jam dakord me ju sepse kjo është një gjë kur dikush ka i padrejtësi. Unë që jam rritur si student Shtetet Bashkuara të Amerikës, kryetari i bashkisë ka dalë përpara gjykatës sa herë që mendonte që i conon. Në Amerikë dalin në Amerikë. Bashkia, se unë kam bërë një research të më në një rast, po sigurisht në Amerikë, kongresmen, senator, sot më shko shiko për kush proteston përpara gjykatës kushtetuese supreme në Amerikë. Sot presidenti i Amerikës për gjyqtarin Garland, që është një njeri i jashtëzakonshëm, sot ai është në protestë. Dhe i kërkon republikanëve që të mos politizojnë, po të japin shansin njeriu të ofrojë drejtësi. Dhe kjo tabuja që ju thoni, tani të lutem, a ma provon do të që është e palishme? Se unë sapo të provova që e drejta kushtetuese e qytetarëve të protestojnë, është e garantuar me ligj. Ashtu siç u thash, ndërhyrjen me veprimtarinë e gjykatave ose gjyqtarëve pasjell përgjegjësi sipas ligjit. Juve vetë sapo e pohuar që juve keni influencuar me protestën tuaj në vendimin e kësaj gjykate. Përpara protestës tonë dhanë një vendim dhe më pas dhanë një vendim tjetër. Po na shikojnë njerëz që janë mund mos kenë doktoraturë, por inteligjent janë. Njerëzit kuptuan që kishin nevojë që argumentat që s'po na lejoshin t'i thonin në sallë gjyqit, t'ia thoshin publikut. Dola aty dhe i thash publikut argumentat. Me sa duket i dëgjuan dhe ata dhe kuptuan që ne nuk ishim njerëz të paditur dhe njerëz që nuk dinë si funksionon shteti, i njihnin procedurat dhe pasi dolën zbuluar, thanë ups, na kapën, hajta bëjmë tamam.
Dhe nesër do të ketë... Ju përmendet kongresmenët amerikanë, por një letër që është botuar nga një portal online, letër një kongresmeni drejtuar ambasadorit, flet për një shqetësim. Ambasadorit amerikan flet për një shqetësim. Unë jam me ambasadorin, jo me kongresmenin. Unë jam me ambasadorin Lu, edhe me atë që përfaqëson ambasadori Lu në këtë reformë, edhe në përfaqësimin në Shqipëri, që është presidenti i Amerikës. Për kongresmen që në nëntor do jenë të njëjtën flet votimi me Donald Trumpin, nuk kam asnjë konsiderat. Ju po thoni që zoti Lu e ka mbështetur protestën tuaj? Nuk të thash këtë. Thash në këtë iniciativë për reformën në drejtësi, thash unë jam ambasadorin Lu. Ambasadori Lu është përfaqësuesi i presidentit të Amerikës. Një kongresmen që ju më citoni, që në nëntor është në ditën flet votimi me Donald Trumpin, nuk më impresionon. Dhe për njëri që është rritur në Amerikë, nuk më impresionon 2 herë. E qartë, e kuptoj. Kështu që portalet... E mirë kuptoj antipatinë që keni ju dhe kryeministri për Donald Trumpin, por nuk është antipati që ka gjithë bota civilizuar. Tema e bisedës sonë. Po flasim për atë budeshën. Se Trumpizmi po na merr në qafë dhe në Shqipëri. Pra ky stili populist bëj gjërat. Po e kaloj edhe batutën, nuk mund të them që nuk është simpatike, po doja të qëndroj akoma këtu. Presidenti e konsideroi protestën tuaj një sulm të dhunshëm ndaj gjykatës së apelit administrativ dhe trupës gjyqësore të apelit administrativ të Tiranës dhe i kërkoi prokurorisë gjithashtu të nisë hetimet. Prokuroria e Tiranës, sipas informacioneve që ne kemi, ka nisur një procedurë verifikimi të situatës. I druheni ligjit? I druhem ligjit kur e shkel ligjin. I qëndroj ligjit kur e mbroj ligjin. Po mbroj ligjin. Ligji një autoritet lokal, njeriu që votohet në zgjedhjet lokale dhe krejt papritur në këtë ligj të pushtetit vendor, që ai njeh këto atribute të pushtetit vendor, ka dalë dikush që thot dua lodrën tënde. Po jo më ti je presidenti i Republikës, ik merru me gjërat e tjera, jo dua të bën drejtor komunale. Po ik më dha se ti merresh me një gjë tjetër, ti je njeriu i madh me demek që bashkon kombin, ti duhet merresh me reformën drejtësi, jo duhet merresh me lodrat e kalamajve. Po jo më ti je president. Po këtë po them pra. Eksakt. Protestuar përballë një gjykate. Sapo ilustrove këtë që po them pra. Ky njeri teorikisht i madh refuzon të merret, pra e keni dëgjuar presidentin merret me reformën drejtësi? Ky do të merret me lodrat e kalamajve. Dhe ngela duke i thënë. Ai tentoi, bëri një takim të rëndësishëm, pastaj ju e përjashtuat. Duke i thënë, nëse do të vish të lozësh me lodrat, prit të mbaron dhe hajde loz me lodrat. Jo thot do të loz tani. Tani ky është një njeri i cili gjërat serioze i trajton si lodra, siç është kjo ndërtimit të diga, dhe gjërat që janë lodra, siç janë lodrat e kalamajve, ky trajton si gjëra serioze. Do flasim edhe për lodrat, do flasim për parkun. Se meriton dot respektin tim dhe të qytetit të Tiranës. Se ky është njëri që po e bllokon qytetin. Çfarë thot presidenti në lidhje me protestën tuaj përballë gjykatës administrative? Un kam një konflikt me një privat. Ky privati ka marrë një leje ndërtimi mbasi qeveria kishte bllokuar moratoriumin. E ka marrë nga Edi Rama. Një sekond, nuk ka marrë nga Edi Rama. Të lutem se ndërtoni mite, për një plan zhvillimor të zonës, ka patur një ide fillestare për një 34, shumë pas në kohën e Berishës është bërë 17, bashkë vetëm e ka rinovuar atje. Jo, nuk ka rinovuar. Okej, e ka rikonfirmuar. Të lutem, jo nuk është rikonfirmuar, këtu thot leje ndërtimi. Ma jepni ju fjalën e dur. Pra fjala e dur është që Lulzim Basha ka dhënë një leje, ku askush tjetër nuk kishte dhënë një leje. Ka dhënë një leje në një vend. Edi Rama çfarë leje ka dhënë? Nuk ka dhënë asnjë leje Edi Rama dhe mos ushqeni mite dhe legjenda urbane. Okej, na e shpjegoni atëherë. Po pra këtë po të them. Pra, kjo leje ka, thot leje ndërtimi, pallat 17 katë, 220.000 m2 dhe është firmosur nga Lulzim Basha. Në një datë që është disa ditë mbasi ka hyrë në fuqi moratoriumi. Pra, është shkelur kjo. E dyta, kjo leje është dhënë pasi komiteti digave thot nuk mund ndërtohet aty dhe nuk mund t'jepet leje pa konfirmimin e komiteti digave. Dhe për gjyqtarët e nesërm që po na ndjekin, nuk mund gjykohet vlera e kësaj leje, përsa kohë që në gjykat lartë, po gjykohet kjo komiteti digave. Pra u zbulua që komiteti digave, që ja kishte dhënë firmën këtij zotrisë, ishte falc. Nuk e kishte bërë studimin. Pasi u bë studimi, komiteti digave tha jo, leja aty nuk mund t'jepet. Tani ky zotri jep leje në një vend që s'ka PDV që saktëson katet, prandaj jep 17 kate. E jep leje ku komiteti digave thot nga pesha e betonit mund shëmbet e gjithë diga dhe rrezikohet, të lutem. Kemi patur një dy vendime të komiteti digave më përpara që thoshte të kundërtën. Tani unë jam njëri i përgjegjshëm. Dakor, apo këtë duhet besojmë, se njëti komitet njëri thot kështu, njëri si gjykata apo jo. Dhe jo, një sekondë. Po pse kur jep një vendim ashtu si ju vete juve përmbar është okay dhe vendimi që i shkon për kundër ides tuaj. Po s'është dhënë pra një vendim. Pra komiteti i digave është tani në gjykat lart. Është në gjykat lart. Pra pa u saktësuar kjo e komiteti digave, kjo gjykata nesër nuk duhet merret fare me këtë punë. Dhe ky zell për të hequr dosjen e 500 për ta vënë të parën
Dhe për të marrë me një gjë që në fakt ka ngecur në gjykatë lartë, dhe gjykata e lartë duhet prononcohet për komitetin e digave, atëherë si kryetari i kujdesshëm i bashkisë duhet të them stop. Mos rrezikoni jetën e njerëzve derisa të sqarohet kjo situatë. Dhe kjo nuk po ndodh. Pra këtu kemi një ethe për të zgjedhur një gjyq që hyri i fundit, dhe ndërkohë këtu ke gjyqe që kanë 24 vjet dhe nuk i prek njëri me dorë dosjet. Tani, në këtë konflikt me një privat hyn ky tipi. E keni fjalë për Presidenti i Republikës. A është gjua e dur kjo për t'ju drejtuar presidenti? Po sigurisht e dashur, duhet të kuptosh një gjë. Respekti fitohet. Ashtu sepse ti ke respekt, nuk është se në televizionin më të madh, po se sjellja jote t'imponon respekt. Dhe ashtu sepse unë të respektoj, nuk është se ti punon sot në një nga televizionet kombëtare. Presidenti është një institucion pavarësisht se kush është apo ç'mendim keni ju si kryetar bashkie. Të lutem. Njeriu respektohet nga sjellja dhe karakteri që ofron. Tani sapo të shpjegova që unë kam një konflikt me një privat, dhe ky njeri që për 21 janarin nuk flet. Ky njeri që për Gërdecin nuk flet. Ky njeri që për vjedhjet që i bëhet çdo ditë qytetarëve në pronë këto nuk flet. Dhe krejt papritur, i thot kryetarit të bashkisë, shko, nga gjithë moria e probleme në Shqipëri, unë dua të prish lodrat dhe do futem te kjo puna që ke ti me pallatin. A ka sens kjo? Pse sipas teje po e bën këtë, sipas jush? S'është i kapur. Është absolutisht i kapur. Dhe nëse do të flasim për respekt. I kapur nga kush? Dhe pse ai merret me Rion Velin, kryetarin e bashkisë, dhe nuk merret presidenti në staturën e presidentit, institucionit presidentit me kryeministri? Se ka staturë. Sepse bën llogaritë e vogla të bizneseve të vogla. Çfarë ka me ju presidenti? Ky njeri po të bëj llogari të mëdha, nuk merret me këto gjëra. Ky merret me gjëra të mëdha. Po kur je lodhur sillesh si lodhur, se s'mund dalësh nga profili që të kanë dhënë. Dhe ajo që di të them, dje Naimja që është një grua që ka punuar 35 vjet pastruese, Naime Usha. 35 vjet pastruese e Tiranës, doli në pension. U rrethua me dashuri nga ekipi vet, me lule, me një koktejl për të respektuar një pastruese që për 35 vjet ka pastruar Tiranën. Kjo është respekt, ky është respekt. Pra ka më shumë respekt dhe gëzon më shumë simpati një pastruese absolutisht me gjithë respektin për pastruesen e Tiranës. Jo më 100 herë qëndron. Një pastruese dinjitoze e Tiranës rrethohet me më shumë respekt se ai që ne e quajmë president, sepse respektin nuk ta jep uniforma, as rroga, as votat në parlament. Respekti ta jep sjellja jote. Dhe Naimja ka 100 herë më shumë respekt qytetin e Tiranës ditën që doli në pension, se sa do ketë ky personazh ditën që do lërë lodrën e presidencës për të marrë me lodrat e partisë. Atëherë, qëndrojmë ende tek argumenti. Ju keni thënë gjithashtu që presidenti ka influencuar trupin gjykues në lidhje me këtë çështje, duke u përfaqësuar nga të afërm të tij apo njerëz të njohur etj. Po të kemi parasysh që trupa gjykuese zgjidhet nga vetë gjykata. Si ka influencuar presidenti? Nuk është kështu. Kjo është një çështje që dikush ishte duke ndjekur. Presidenti shkartisi kolegjin dhe me kolegjin e ri. E shkartisi çdo të thotë. Do të thotë që cili është mekanizmi që ka përdorur për gjithë ata që nuk e kuptojnë. Do të thotë që çojnë në gjykatë trupa të reja, të cilat në momentin e parë ishin në mendimin tonë, duke parë dhe lidhjet farefisnore që kanë, ishin çuar për këtë gjyq. Dhe brenda 3 ditësh kjo trup u caktua për këtë gjyq. Ishte ligjore kjo, zoti Veliaj? Unë këtë do ta ndjek në të gjitha instancat. Jeta do vazhdojë dhe mbasi ky personazh mos jetë president. Gjyqet do ketë në Shqipëri, do të thotë që Shqipëria vazhdon dhe kur disa personazh butaforik nuk janë më në krye detyrës. Dhe ajo që po të premtoj sot është unë kësaj çështje do të shkojë deri në fund. Dhe mund të vazhdoj një vit ta influencoj gjykatën me këto emrime, por nuk është për jetë. Shqipëria është për jetë. Presidenti është i përkohshëm. Do ta padisni pra kur të mos jetë më president. Shqipëria dhe Tirana do jetë për jetë, dhe avokatët e Tiranës dhe Shqipërisë do jenë për jetë. Tradhtarët janë gjithmonë përkohshëm, ne kemi parë. Tradhtarët gjithmonë edhe presidenti do t'ju padis, ka deklaruar që do ju padis për shpifje, i qëndroni për akuzave tuaja se shoh që i keni ripërmendur edhe një herë vullnet plot edhe në studio. Me zi pres, mundësisht t'ia japi gjinxhonit dhe t'i palos të 3 seancë si njerëz që kanë shkatruar shtetin shqiptar, që kanë tradhtuar qytetin dhe kanë tradhtuar çdo ideal dhe çdo normë të bashkëjetesës. Se për njerëz që jetojnë në Tiranë, shkojnë çfarë punë bëhen dhe shkojnë me gjithë zell t'i bllokojnë këtë punë, është tradhti. Dhe me zi pres që këtë tipin, gjinxhonin dhe çdo tjetër që sjellin këta, Zenin, Abin, të gjithë shpurën e këtyre, do zotit i kemi gjithë në gjykat, t'ju ftoj ta bëni live, me zi e pres atë seancë. Okej, do të kalojmë javë publicitare, do rikthehemi, do vazhdojmë të flasim edhe për disa minuta në lidhje me këtë çështje dhe pastaj me shumë çështje të tjera të punës, Tiranës etj. Javë publicitare.
Rikthehemi, jemi në transmetrim të drejt për drejt në orën e shikues me kryetarin e bashkisë Erion Veliaj. Jeni vërtet shumë që na keni shkruar në faqen tonë Facebook dhe një Vasili Studio e hapur. Ju falenderoj që na shkruani dhe na ndiqni. Vazhdoni ta bëni në fund të emisionit, si gjithmonë do të kemi mundësi që disa prej pyetjeve tuaja t'ia drejtoj kryebashkiakut. Po qëndroni tek fortuna që keni ngritur zoti Veliaj. Po qëndroj ti ke shkuar, unë jam ke ardhme. Sa duash flasim për të shkuarën, po unë them më mirë flasim për të ardhmen se ata personazhe që më përmend janë të shkuara. Ne kemi kohë të flasim për të dyja gjërat, kështu që do doja vetëm edhe një minutë tjetër t'ju pyes janë lidhur me Presidentin e Republikës. Për një listë ju i keni drejtuar një listë me disa pyetje, 7 pyetje, ndër të cilat ai ka thirrur gjyqtarët kyç për të kërkuar të impenjohen kundër Bashkisë Tiranës, ai ka thirrur prokurorët për të bërë një gjë për të impenjuar kundër Bashkisë, Shishin, KLSH-n etj. Ju keni indicie që bëni këto pyetje, çfarë indiciesh keni? Duhet të kuptoni diçka. Kur një kryetar bashkie që nuk e emëron gjykatën, proteston për të thënë versionin e vet të historisë, që nuk po dëgjohet atje brenda, ju e quani ndikim mbi gjyqësorë. Kur shefi i drejtësisë i thot prokurorëve merrni kapeni atë, filloni procedimin për këtë. I thot gjyqtarëve shikoni këtë, i thot këtyre kur ky që është ku e ka thënë këtë zoti Veliaj? Më fal. Edhe ke lodrat, se kjo e lodrave më vët buzën nga se ende nuk e besoj, e pickoj vetën dhe ende nuk e besoj që Presidenti i Republikës shkon merret me kolovajzet e kalamajve. Po kam filluar ta besoj. Shoqëria civile i ka kërkuar ndihmë. Patjetër. Edhe para është institucion i shtetit. Dhe vajti kapiten Amerikat që shkoj ti ndihmojnë. Muhabet e kot. Vajti për ndihmë, se kishin nevojë ata për ndihmë. Ata më shumë u diskredituan nga vajti personazheve politikë. Dakor, ky është opinioni juaj. Ajo që po ju them është profesor një palë, është kotë. Ajo që po ju them është kjo. Kur Presidenti i Republikës, unë indicet i kam se ky vend kaq është. Këtu informacion s'jep njëri, po dhe sekretet s'mban njëri. Dhe ajo që po të them është, keni indicie që ai ka bërë këtë takime në fshehtësi dhe ju ka bërë juve në fokus. Disa i ka bërë dhe jo në fshehtësi. Pse? Sepse sigurisht kjo është diçka që ju përgjon, ju ka vënë KLSH-n, KLD-n, gjithë kundër Erion Velis. Pse? Unë si intimidohem fare nga këto. Kjo për mua keni gjë personale me zotin Nishani, keni ndonjë konkurrencë politike? Asnjë gjë personale. Ai mund të ketë, mund doj të jetë rasti i parë në univers që do të bëhet kryetar bashkie mbas presidencës. Se unë kam parë kryetar bashkie që mund duan të bëhen president. Se karriera shkon ngritje. Po president që duan të bëhen kryetar bashkie, nuk të s'kam parë. Merr me lodra komunale, bashkie apo partie, sepse e thatë partia. Por tani po partia dhe bashkia sepse po shkojnë në një humbje spektakolare vitin tjetër. Ju shikoni që e gjithë përplitja për vitin tjetër, për reformat, për mos bërë këtë, mos bërë atë, është që shtyhet sa më shumë humbje spektakolare. Të gjitha sondazhet flasin për një dërmim të një force politike të cilës shqiptarët nuk ja kanë harruar gjunat, as të familjarëve të tyre. Dakor, se një gjë thonë edhe ata, dakor. Po unë po flas me çfarë shoh në sondazhe, dhe me çfarë shoh në Tiranë. Tirana është një barometër. Tirana në 2013 e konfirmoi agjendën reformuese të Edi Ramës, kur të gjithë ju po thoni që Bujar Nishani po projektohet nga Partia Demokratike për Bashkinë e Tiranës. Kjo është tash i qartë. Ai po se deri atëherë do ketë kaluar shumë kohë dhe besoj që puna do flasi do ulëras puna më shumë se sot. Por ajo që di të them është që ju duhet një plan B për humbjen e Lulit vitin tjetër. Dhe plani B, sado mediokër duket, është ky, se ky është personazhi më i lartë. Dhe teksa mundohen ta përgatisin uljen e but nga presidenca deri ke Shqupi, po mundohen të japin të merret me disa lodra që tregojnë që edhe ky ekziston në Shqipëri. Nëse ai do të bëhet kryetar partie, pse merret me ju dhe jo me kryetarin e partisë kundërshtare, me Edi Ramën? Po sigurisht, se sa i thot, sa ti Atë jeni projektuar edhe ju për kryetar Partisë Socialiste, se logjika të çon në këtë lloj dualiteti, zoti Veliaj. Ajo që po ju them është, Tirana është një hambar votash, Tirana është kthyer në punë. Qytetarët e Tiranës eksaktësisht këtë donin kur votuan drejtimin e dur, që Tirana të kthehet në punë dhe ekipi, karteli, korporata e përtatësve, e të korruptuarve ka vetëm një shpresë, t'i bllokojnë punën që të mos ketë duk. Edi Ramën e kanë të pamundur me asnjë gjas ta mposhtin vitin tjetër dhe thonë kismet, po të vazhdojmë të merremi me lodra fëmijësh, ndoshta do vi një brez shqiptare që do dojë të votojë ata që prishin lodrat e kalamajve. Pra do vi kryetar partie Erion Veliaj dhe përgatisim dualitetin. Po më devijon dhe po ma çon trenin e ides në një drejtim komplet tjetër. Unë jam këtu për të folur për të ardhmen e qytetit, jo të ardhmen time. Unë s'kam asnjë merak për veten time. E vetmi merak që kam është punët. Flasim për të gjitha. I vetmi merak që kam është punët që kemi nisur në Tiranë të ecin përpara dhe nuk do lejoj asnjë sharlatan, asnjë personazh, asnjë dështak
me uniform, pa uniform, me imunitet, pa imunitet, me tituj, me spaleta, nuk lejoj asnjëri. Ke punat thash bëhen bish. Jam bish sot për punët e Tiranës. A është kjo një manovër po ashtu nga ana juaj për ta ngritur staturën tuaj në një debat dhe polemik me institucionin e presidencës për ta përgatitur ju vetë, jo ai këtë radhë, dualitetin midis ashtu si thoni vetë të ardhshmin kryetar partie dhe PD-s dhe të ardhshmin. Unë jam punën time. Unë duhet për punët e mia. Unë mendova që kjo e lodrave, nga që është një debat hapur me presidentin tashmë, ju dhe presidenti. Se kam kërkuar është pa precedent, që presidenti i Republikës dhe kryetari i bashkisë një qyteti qoftë për qytetin. E dashur, kjo alibi do qëndronte nëse unë do kisha sfiduar presidentin. Unë isha në punën time, menaxheri i këtij qyteti. Kam hapur 20-30 fronte pune në gjithë cepat e qytetit. Qyteti sot është më i pastër, s'është perfekt, e pranoj, është më i pastër. S'është perfekt, e pranoj, po është më i gjelbruar. Ka të paktën 10.300 pemë më shumë. S'është perfekt, po disa kopshte janë bërë, 31 qertë janë bërë. Mirë pra, dakord. Tani, unë jam në punën time. Tani, ky vjen, lë presidencën dhe do të bëj drejtor komunale të bashkisë dhe ti më thua pse merrem unë me këtë. Po çfarë agjende pas kam unë? Unë kam vetëm një agjendë bëj punë të qytetit. Ky lë punë të shtetit. Pastaj unë vajta përballë gjykatës dhe mbajmë ndezur një konflikt. Edhe kur vajta përpara gjykatës, vajta për punë të qytetit. Unë vajta përpara gjykatës sepse besova që nuk mund të kemi një proces ku kushërinë gjykojnë kushërit, se nuk mund të kemi një proces ku dikush me tufa me para i vë gjyqtarë para një presioni, se kur arrim të ndryshosh radhën e gjyqit, nga i 500 ta vësh të parën, do thotë që pas ke fuqi mbi gjykatën. Kur arrim të vësh trupën me kunetër me kushëri, do thotë që pas ke fuqi mbi gjykatën. Pra, të lutem jo ta sqarojmë këtë. Pra, unë ndërtoj lodra, hyn ky e kam fajin unë. Unë shkoj, kam një problem me një privat, i cili ka një leje të palishme dhe po mundohem që në gjykatë ta argëzoj këtë. Hyn ky dhe pas kam prap fajin unë. Por unë jam punën time. Nuk ka hyrëi. Ai është përfaqësues i KLD-s. Ju shkoni dhe atakoni një institucion që në fare drejtohet prej tij. Është normale kjo? Ka një shprehje tironcit që thon graj gomarin tat. Dhe përgjigjja ime për presidentin po bën, po ju akuzon për faktin që po bëni presion te gjykatave, ai është kryetari i KLD-s. Dhe përgjigjja ime për presidentin është graj gomarin tat. Ke gomarin tënd, çohen në destinacion, ç'kun ke ti merresh me punën e mia punë bashkisë. Ju thoni që ju përgjon gjithashtu presidentin nëpërmjet shishit. Penia, mund të sqarojmë një gjë, unë them më shumë gjëra në televizor se në telefon, ti je i qartë. Unë telefonin gjithë ditën e kam në heshtje se jam duke ndjekur shumë punë. Po ta them edhe një herë, unë flas më shumë këtu në televizor ke ty, se ç'kam folur gjithë ditën në telefon. Pra, kam un problem? Po unë gjëra më të vërteta dhe më të trosh se them këtu, ç'a mund të them në telefon më trosh se. Në fakt tani ka një debat të hapur për një pajisje përgjimi të Ministrisë Brendshme zoti Veliaj, që në fakt edhe emri juaj ishte po kështu në listë, në listën e Saliut. Listë publikuar nga ish kryeministri, të cilit përpara se u thoni ndonjë gjë, dua t'ju them që çdo fjalë që ka thënë qoftë edhe në këtë studio i ka dalë. Tani më fal. Okej. Çfarë mendoni për punën e Ministrit Brendshëm dhe a është vërtet që ka një lloj rivaliteti mes Nuk ka asnjë lloj rivaliteti, edhe besoj që Shqipëria ka sot në krye të ministrisë dhe në krye të gjithë leadershipit të strukturës së policisë njerëzit e duhur. Sot policia e shtetit respektohet dhe sot qytetarët që deri dje kishin lloj personazhesh në krye të policisë shtetit, sot kanë uniforma që respektojnë shtetin edhe respektojnë ligjin. Besoni që ju ka përgjuar Samir Tahiri? Jo, nuk besoj gjëra të tilla dhe fantazitë e Saliut unë si besoj sa të jem gjallë, derisa të më lënë mend dhe të besoj një të shmendur të më ndriçoj mendjen time. Unë i besoj punës që po bëhet dhe puna. Tha që ka avion droge, Ramu Shkonja. Tha që është arrestuar Ben Froku në Holland para 2 javësh tu, doli që ka arrestuar. Pra e kam fjalën, nëse dele vërtet edhe kjo. Po të thash, por unë s'kam asnjë sekret. Çfarë do të ndodh? Po të them. Cili do të ishte qëndrimi që do kishin nëse vërtetojnë këto akuza? Të lutem, se unë nuk jetoj me sikur. Se po jetoj me sikurit e Saliut, do kisha ngelë unë si Saliu që të bëhesha gazi botës. Fakti që merrem me gjëra të vërteta, jo me sikur, jam këtu ku jam. Jam këtu të merrem me gjërat e vërteta të qytetit edhe të punëve të Tiranës. Këto muhabetet me sikur nuk ta thash edhe një herë. Them më shumë gjëra në studio se them në telefon. Kështu që unë se kam fare problem, fare problem. Dhe dua. Do ishte një skandal i madh nëse kjo ishte vërtet? Po më fton që të dal nga punët e qytetit dhe të merrem tani me fantazitë e Saliut. Fantazitë e Saliut shkoi të çfarë? Është edhe emri juaj në listë. Kjo nuk është një arsye e paktë përse. Po më thuaj një listë ku s'është emri im dhe që fantazia e këtyre se çon diku.
Dhe po them, emri juaj ishte për shembull në listën e BBC-s për si kryebashkiak i ardhshëm. Ju bë qefi nga ai shkrim? Nuk më bë fare qefi. Si kryeministër, më fal. Të lutem, jam shumë i fokusuar ke kjo. Po ke 10 minuta që përpiqesh të më devijosh nga fokusi që kam ke Tirana. Jo, do kalojmë një nga një të gjitha. Ju premtoj kemi gjithë kohën e nevojshme. Kishet në protestën tuaj deputetët që ndërtojnë, deputetët ndërtues, Adria Bazi dhe Xhemal Qefalia, ka patur mjaft reagim në rrjetet sociale në lidhje me këtë, duke quajtur një nonsens. Spari, ti je deputet, do thotë që je përfaqësues i qytetarëve. Ke shpasur një jetë më përpara ku je marrë me punët e tua dhe ku i ke bërë gjërat sipas ligjit, kjo s'më shqetëson fare. Ajo që do më shqetësonte është që s'do kishin bërë gjëra kundër ligjit. Për sa kohë që secili ka pas jetën e vet para se të bëj deputet, sipas ligjit jo, nuk kam asnjë shqetësim. Ka një konflikt interesi për faktin që ju merrni në protestë për të anulluar një leje për një ndërtues privat, disa ndërtues të tjerë privat, qoftë ata deputet? Kjo ishte një protestë e qytetarëve të Tiranës dhe përfaqësuesve të tyre. Përfaqësuesit e qytetarëve të Tiranës, kryetari i bashkisë, deputetët dhe anëtarët e Këshillit Bashkiak. Dhe ju përgjigjen thirrje sepse edhe ata janë votuar për këto premtime, për të pasur një qytet më të jetueshëm. Dhe në qoftë se unë do isha qytetar dhe do dëgjoja që sot dola dhe me një deputet tjetër, me Pandimaj, që është në fakt deputeti njësisë 5. Po nuk ndërton Pandimaj. I cili me drejt tha, janë votuar nga kjo njësi, nëse dëgjoj që qytetarët e kësaj njësie rrezikohen nga shëmbja e digës, sigurisht që do reagoj për këtë. Ndaj dhe besoj që kanë qenë në pozicione të tyre si deputet. Pse nuk kërkoni revokim të lejes, të kësaj leje ndërtimi që si shtash daton e 2008 se firmosur nga Rama për gjithë rregullimin e zonës, pastaj rikonfirmuar nga Basha? Siç e the nga legjendat urbane. Kjo është një leje, nuk është konfirmim leje, kjo është një leje e firmosur. Dhe thot leje ndërtimi 27/11/2008. Të lutem. KRT-ja Tiranë. KRT-ja nuk jep leje. KRT-ja. Po prap KRT-ja që sot është KRT-ja nuk ka dhënë leje. Lejen e ka dhënë kryetari i bashkisë Lulzim Basha. Me vendimin 236, master plani lokal 34, tani ky marvria të paktën ka pas. Vendimi 241, 2008, 2009 gjithashtu. Ky marvria të paktën ka pas aq kurajë sa ta pranoj që e ka bërë. Tani ti mundohesh që ti Jo, e ka bërë të dy. Unë nuk po them se ka bërë njëri se ka bërë tjetri. Të lutem. Kryeministri i Shqipërisë për këtë situatë është shprehur qartë. Dhe unë i besoj më mirë fjalës së tij në publik se sa i besoj asaj që ju mendoni që ai pas kështë bërë, sikur ta kishte bërë që ne ta ndajmë fare njësoj. Jo, tani pyetja ime është kjo, është një tjetër, pyetja ime është një tjetër. Ju keni mundësi ta revokoni këtë leje, pse nuk e bëni thjesht? Revokojeni. Ju jeni kundër? Ma shpjegoni si mund të. Nuk funksionon kështu. Ne duhet të provojmë në gjykatë që dhe prandaj është në gjykatë lartë kjo çështje e digës, dhe prandaj gjykata administrative duhet të lexojë paditona, të cilat kërkojnë që derisa bazamenti mbi cilin rri kjo leje është vendimi i digës dhe ky bazament po gjykohet në gjykatë, nuk mund të qëndrojë një leje pa një bazament. Dhe eksaktësisht për këtë po alertojmë gjykatën. Ndaj dhe po them, do kemi këtë instrument dhe pasi ne të kemi thënë ja ku është edhe me gjykatë që vendimi i digës është rrëzuar, vetëm atëherë ne do të bëjmë revokimin e lejes. Ajo që duhet garantoj qytetarët është që pallat tek diga nuk do ketë. Pallat tek diga nuk do ketë. Se si do e bëj unë me revokim, me gjykatë, me të gjitha pa ditë, revokim do të thotë edhe dëmshpërblim? Pra, nuk do të ketë. Nëse revokoni, ka faturë Bashkia e Tiranës dhe qytetarët e Tiranës për këtë çështje? Të lutem. Atëherë, do të thënë, shkon, ne s'do bëjmë një sakrificë të vogël që ne të kemi sheshin aty. Jo, s'është vogël, është e madhe, se kemi një presupozohet që do kemi një faturë të madhe nëse është kështu. Mos i llogarit si këta. Tani, kështu thoshin edhe për pallatin që ndërtua Ismail Kadares tek balkoni, mund mes bllokut, dhe ky personazhi 3 ditë përpara se unë të merrja detyrën, pasi kishte humbur zgjedhjet, në datë 27 korrik, unë jam betuar në datë 30, ky vajti dhe firmosi dhe 2 vjet shtyrjen e lejes. Pra, po ta shtysh në gjykat, ai pastaj ta bësh nga zero atë pallat, ai është një dëmshpërblim spektakolar. Dakor, për ka ardhur koha të mbaroj edhe kjo historia e dëmshpërblimeve që një kryetar apo 2 apo 10 kryetar bashkish qeverish japin leje dhe dëmshpërblejnë paratë e qytetarëve të Shqipërisë, apo jo? Jeni dakord me mua që duhet mendohen 2 herë kur firmosni sepse lekët e dëmshpërblimit i paguajnë çdo qytetar i Tiranës? Patjetër që duhet mendohen. Por sipas jush që të mos i paguajmë dëmshpërblimin, të marrin përsipër që të çajë diga dhe të mbyten njerëzit? Jo, absolutisht, po gjenden në mënyra tjera. Të sqaroj një gjë. Se duhet të sqarojmë mirë një sistem. Ose të paguajnë ata që janë përgjegjës drejt për drejt, ata që kanë dhënë leje. Kushdo qofshin ata. Tani më fal, ky marrëria vajti i dha leje vetes vet. Domethënë, ka gjë më qesharake? Po tani edhe Edi Rama pra thamë që ka miratuar, vetes vet jo, po ti pallatit e diga po. Vetes vet si ka dhënë leje, as pallatit ke diga. Dhe të lutem mos ushqem më legjenda urbane se nga që thuan her pas here fillon dhe bëhen fakt. Nuk është fakt.
Fakt është ky që po të provoj si fakt. Çdo gjë tjetër është një fantazi urbane, e cila është pjesë e kësaj strategjisë. Po t'i baltosim të gjithë, po t'i bëjmë gjithë pis, duken gjithë një mortje dhe ne mund të vazhdojmë të shihim. Jo, këtu duhet ndajmë faktet nga legjendat. Kjo që po tregoj është fakt. Dhe ajo që sapo të thash është fakt. 3 ditë përpara se të futesha në bashki, pasi ishin humbur zgjedhjet, shkoi dhe shtyu me 2 vjet lejen tjetër tek Pallati Kadares. Dhe që mos ta shoh historinë të përsëritet, unë zgjodha që mos të flija në divan, po të çosha dhe të protestoja për një padrejti që e pash me të gjitha provat përpara meje që po zhvillohej. Kjo është e vërteta, dhe nëse do të ftoj të flasim për të ardhmen dhe jo për këta personazhet e të kaluarës. E kuptoj që të ndonë shumë celular nga fluksi, po... Jo, kam realisht një fluks... Po jam këtu që të intervistohem nga ty dhe jo tifozeria... Një fluks të jashtëzakonshëm, po është e vërtet, po ishin disa se mëse kurioze, kërkoj ndjes për... Edhe unë me humor e thash, fraksionin e sekondit që e humba vëmendjen. Meqense jemi tek sulmet e vazhdueshme që ju i bëni opozitës. Unë si bëj sulm, unë jam punë time. Dhe unë i quaj kështu, po, sepse në çdo pyetje që unë i bëj, ju në shumë të rasteve atakoni kundërshtarin tuaj, qoftë edhe presidentin. Unë jam në punën time. Nuk përgjigjeni drejt për drejt për to. Unë jam në punën time. Opozita është e papunë dhe vjen të prishi punët e Tiranës. Nuk doja dali, kaq po them. Ju dhe kërkoni veprime ligjore, flisni gjithmonë për një lloj besnikërie puritaniste ndaj ligjit etj që kjo do të ishte vetëm e shëndetshme nëse do të ishte kështu. Të paktën çdo herë. Ju thoni se keni mbledhur Këshillin Bashkiak, për shembull, disa herë më shumë se çka kanë mbledhur parencët tuaj administrata e kaluar në 4 vite. Jo, ai tjetër shkonte fare. Po, ju thoni këtë. Ai shkonte fare, kurse unë të paktën mblidhem, ndrydhet deri në 2-3 natës. Po unë të paktën atë respekt e tregoj. Por a e keni thirrur ju Këshillin sipas kërkesave të ligjit të paktën një herë në muaj? Po. Çdo muaj, sepse mua më rezulton mbledhja e 30 dhjetorit nga arkivat tona 2015 dhe 11 mars. Ka mbledhje të Këshillit që janë totalisht administrative, që s'janë fare me debat dhe që bëhen vetëm për të kaluar ndihmë ekonomike, gjëra që s'janë me debat. Pra që janë gjëra rutinë dhe që vetë opozita thonë aman mos ta mblidhni për këtë. Nëse kjo është një gjë rutinë, ne ta quajmë që mbledhja për të caktuar ndihmën ekonomike, pra që është ajo detyra mujore, bëhet në mënyrë administrative nga këshilltarët e Këshillit Bashkiak dhe s'marr pjesë. Tani unë nuk e drejtoj Këshillin Bashkiak, do të më japësh një atribut, unë s'jam drejtuesi i Këshillit Bashkiak. Jo, po i pyes. Ajo që jam duke të thënë, që nuk keni ndjenit në bashkisë. Ajo që jam duke të thënë është që kur kemi tema me debat, bëjmë debat. Kur kemi gjëra administrative, bëjmë gjëra administrative. Me sa duket, ka një tempizëm të jashtëzakonshëm. Mbledhja e fundit është bërë në 11 mars. Më thot dikush, përfaqësuesi i Këshillit Bashkiak, por nuk e kam emrin, kam vetëm numrin e telefonit. Nëse është bërë 11 mars, atëherë ajo mbledhja 11 marsit vlen. Por nëse doni, se unë e kuptoj, ju doni të mbushni edhe kohën televizive me show, do keni show mbledhjen tjetër të Këshillit Bashkiak, do jem aty 10-12 orë derisa të gjithë helmi dhe balta e Shqupit të derdhet mbi mua. Unë s'kam fare probleme, kam me shumë sportivitet, po gjëja thash që nuk duroj dot është kur pengojnë punët e Tiranës. Doni të flasim për punët e Tiranës? Për ato po flasim. Logjet e Tiranës nuk mbarojnë. Edhe ndarja e ndihmës, qoftë edhe për njerëz me aftësi të kufizuar, siç u përmenda vendimin Çakullus, cilin e jepni ju, e keni bërë për shembull pa praninë e këshilltarëve. Pa e kaluar fare në Këshill. Dhe kjo ka qenë një nga oponencat. Jemi duke folur për marrëdhënien tuaj me opozitën, marrëdhënien tuaj me përfaqësuesit e Këshillit Bashkiak nga opozita, të cilët ju kanë çuar edhe në gjykatë për faktin se ju as informacion nuk i jepni. Janë 15 kërkesa të lidhura me punët e qytetit që sipas tyre ju nuk u ktheni as përgjigje. Pse kjo sjellje me ta, zoti Veliaj? Këta kishin 2 vjet që as e bënin mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Tani duan që unë të lozë me këta çdo javë. Unë kam dhe punë tjera për të bërë. Se këta pa punë janë. Ha, vim për ditë aty, marr një mikrofon akullore, shaj. Okej. I jepeni punën e tyre. Si denigroni punën e tyre? Unë kam punë për të bërë. Tani më thua pse s'rrit çdo ditë me ata. Jo, nuk them çdo ditë, them pak një herë muaj në Këshill. Tani sapo dëgjova që është bërë 11 mars, jemi maj. Tani. Me që kam qenë ministri i ndihmës ekonomike. I gjithë procesi është bërë elektronik. Do të thotë që ka një sistem në çdo njësi administrative që thjesht e prodhon listën. Ata ka nostalgji nga koha e Shqupit, ku uleshin dhe shikonin, eni, kjo eni s'është me ne, t'ja heqim, Erioni kjo është me ne, këti t'ja vëm. Ka ikur kjo kohë, pra këta dikush duhet t'i kthej në erën tonë. Në erën tonë nuk vendos më Këshilli emrat. Ai është një proces elektronik ku lista vjen dhe thjesht administrativ shkon dhe u shpërndajnë parat. Tani këta çfarë duan të bëjnë? Këta duan dalin janë 6 orë në televizor dhe t'ju thonë shqiptarëve ne kemi në dorë ndihmën ekonomike. Asgjë s'ka në dorë.
është sot e gjitha elektronik fal Bankës Botërore, PNUD-it dhe gjithë organizatave të nderuara që ndihmuan. A keni detyrim ligjor ta kalonin këshill? Po të them pra që është kryer ky detyrim ligjor. Tani këta e duan me debat. Çfarë do bëjmë në debat? Çfarë do bëjmë debat? Se këta duan që njerëzit t'u adin këtyre që po japin ndihmë ekonomike. Unë besoj që kam sjell një frymë modernizimi, ku ne nuk bëjmë debat për ndihmën ekonomike, se është turp që ti trajtosh njerëzit kur i kanë dorë. Dhe prandaj kjo është një gjë administrative që kalon fare pa debat. Tani këta duan debat se duan dalin televizor. Dhe unë ju them, iki bëni në një punë, dhe po të bëni një punë dilin televizor. Jo thotë duam dalim që të shajmë ty. E kanë tani seancën, mund të shajnë sot. Mbledhjet e këshillit janë mbledhje pune sidoqoftë. Mos i paraqikojmë. Edhe ju keni qenë opozit, do të vini prapë në opozit. Ç'është kjo gjudeni gruse që keni për opozitën? Qoftë edhe për përfaqësuesit e Këshillit Bashkiak. Keni për presidentin, e keni për shqupin, kryetarin e opozitës. Ç'është kjo gjudeni gruse? Përfaqësojnë 600.000 shqiptarë. Edhe ata janë pushtet njësoj si ju, ë? Sipas kokës, festa. Kur këta janë dhe duan të bëjnë punë, kur këta vinë dhe vënë stërkëmshë, ose mund të them, faleminderit, jeni shumë mirë, në një stërkëmsh tjetër, në një bal tjetër, aty jap dhe një ide çfarë pune tjetër mund të bllokoni? Tani, për njerëz që kanë këtë kokë, kanë këtë festa. Kur të duan të zhbllokojnë qytetin dhe kur të duan që të inkurajojnë punën në qytet dhe thonë e di çfarë, ai merrhumi ju nuk e bëri. Po me që ky po e bën leta lëm të punojmë, por se të gjithë do e kemi qytetin më të pastër. Unë se pastroj Tiranën vetëm për socialistët, edhe për LSI-n, edhe për PD-un, edhe për FRD-un, unë pastroj për gjithë. A jeni tolerantë për ata që mendojnë ndryshe? Nuk ka pse të mendojnë gjithë. Po dakor, po kur unë mbjell, ju mendoni që opozita ta mendojnë njësoj si kur jeni ju heroi situatës, ata e mendojnë ndryshe, kanë heroin e tyre. Po ta kenë heroin e tyre, gjithë kemi heroin që të një kohë tjetër dështuar, secili e ka të drejtë atë. Tani, ajo që jam duke të thënë është kur ne mbjellimi pemë, ai i bën hije të gjithëve. I bën hije të gjithëve. Tani, edhe që i përkërkosh, ajo që po ju kërkoj është të më lej punojnë. Tani këta thonë, hajde bëjmë muhabet që dalin me në televizor. Dilin televizor ke shqupi. Sot që qyri media kasa, duash dilë Ciceroat. Një taks shumë të debatuar ka qenë ajo për infrastrukturën arsimore, zoti kryetari i Bashkisë, që është një taks që ju e keni vendosur për një periudhë 7 vjeçare. Pse një afat që deli jashtë mandatit tuaj, pushtetues? Nuk ka të bëjë me mandatin tim, ka të bëjë me projektin. Kjo nuk është një taks që kemi vendosur, kjo është një taks që vetëm i kemi zvendësuar destinacione. Ishte taks e gjelbërt, që mblidhej për gjelbrim. Këto të gjelbrimit i kam siguruar në mënyra të tjera. Shumë kompani sot kanë dhuruar pemë, sot kemi një agjenci të parqeve, e cila merret vetëm me pemë, sot ka një fond qeverisë për pemët, edhe nga ministria, edhe nga fondi Ministria e Mjedisit, edhe nga fondi shqiptar i zhvillimit, edhe nga fondi i zhvillimit rajoneve. Po të shkollat se kemi pyetje më vetë gjelbrimin, dakor? Pra. Jo, jam e qartë për këtë. Tani më thoni pse 7 vjet dhe jo 17 për shkak. Tani ta bëjmë në mënyrë didaktike. Ky leku, 100 lekësh, shkonte për pemët. Pra ti e i paguaj si taks. Unë po të them, pemë kemi, a mund ta çojmë te shkolla se shkolla s'kemi. Pra nuk është diçka e re. Pse 7 vjet për te mandatit tuaj? Sepse ne besojmë që brenda 7 vjetëve ne mund të bëjmë gjithë shkollat që ka nevojë Tirana, dhe kush do të jetë mandatin tjetër. Sa shkollat do ndërtohen, e keni projektuar ju, ku janë këto ndërtime? Sa shpejt e sqarova, më kjo është një pyetje e vështirë. Ti me 3 sekonda e kuptove thelbin? Po, jam një IQ për të vlerësuar. Tani ajo që jam duke të thënë është 7 vjet është kozjatja e projektit. Pra mund të jetë dikush mandatin tjetër, por në 7 vjet me skemën që ne duam të bëjmë, ku ti fillojmë ndërtimet që në fillim, ne kemi mundësi që brenda 7 vjetëve mos ketë asnjë shkollë Tiranë me 2 turne. Unë besoj që gjimnazet, patjetër pra, dhe 7 vjet zgjat si projekt. Unë besoj, prandaj është e përkohshme. Unë besoj që jo 7 vjet, por që ne brenda këtij mandati gjimnaze me 2 turne nuk do kemi më. Dhe mandatin tjetër do zgjidhim gjithë shkollat 8 vjeçare, 9 vjeçare. Një pjesë madhe do zgjidhen që këtë mandat, por ditë të them që gjimnaze me 2 turne brenda këtij mandati nuk do ketë dhe një pjesë e madhe 9 vjeçare do të zgjidhur fal këtij projekti. Po këtu bëhet fjalë për të njëjtën monedë, që nuk shkon ke pemët, por shkon tek shkolla, se kjo është më nevojshme. Nga pemët e kanë mbajtur tek shkollat, mund të thoni sa shkolla ndërtohen, meqense keni bërë një studim etj. Ne besoj që do të jemi diku ke 20 shkolla, të cilat dhe kapacitetet do të kenë pak më të mëdha se shkollat ekzistuese, që mos bëjmë shkolla kolibe edhe të na duan shumë, po t'i përqendrojmë në zonat banuara ku në le themi 20 godina, po brenda një godine mund të jenë dhe 2 shkolla. Kjo do thotë mund të bashkojmë në shkollë 9 vjeçare me shkollë të mesme, brenda një le themi kampusit madh. Ne duam të bëjmë disa bashkime Qerë dhe Kopsht. Për shembull te njësia e 7 ne kemi filluar, pra kemi bërë këto rekonstruksionet e Qerë dhe Kopsheve dhe i kemi ndarë me kate. Pra Qerdhja ka një kat, Kopshi ka një kat, për të pasur vazhdimsi në të njëjtin komunitet dhe për të rritur dhe me një shkolla të reja ku, në qendër Tiranës, periferi. Ka një formulë e cila këtë bën sipas densisë
së popullsisë dhe kërkesave që janë bërë për futjen në vit parë ose futjen në shkollë në shtatorin paraardhës. Do thotë që ne kemi bërë një tabulim i cili na ka mundësuar që me një sistem GPS-i ne të vendosim të puqim kërkesën që ka për shkolla, ta puqim këtë me territorit që ne kemi në këto njësi. Kështu që praktikisht kemi bërë një lloj hartëzimi të gjithë zonave të Tiranës ku është dhe kjo densimi më e madhe. Po mendojmë edhe disa gjëra tjera. Ne shikojmë që një pjesë e densisë nuk ka të bëjë vetëm me popullsinë, ai është faktor, ka të bëjë edhe me reputacionin që ka një shkollë. Kjo do të thotë që nëse po marr për shembull shkollën ku jam rritur unë, Sami Frashi. Nëse Sami Frashi ka ende sot një reputacion të mirë, atëherë trupa drejtuese dhe mësimdhënëse se Sami Frashit mund të marrë edhe një shkollë këtu në Shkodër. Dhe do të kenë diplom të Sami Frashi. Sami Frashi do të ketë 2 godina dhe gjysma administratës, 1 godinë dhe 1 tjetër. Pra, për të siguruar njerëzve që nëse është kjo dyndje në disa shkolla vetëm për çështje të reputacionit, këtë ne mund ta zgjidhim shumë kollaj. Mund të kesh një diplom të Samiut pa shkuar kryqe të rrethor Tiranës, por duke pasur leadershipin, administratën dhe mësuesit e Samiut këtu. Pra, jemi duke parë të dyja këto formula sepse në disa raste është çështje mbi popullimit, në disa raste është dëshira për të qenë në një shkollë që konsiderohet elitare, dhe që mund të ketë vlerësim të lartë në rankim, dhe që ti ndoshta nuk e gjen komunitetin tënd, dhe këtu jemi në diskutime me Ministrin e Arsimit që të bëjmë dhe këtë. E ndërtimit të shkollave me partneritet me privatin, pra publik-privat. Për shkollat kujdesit privati, bashkia paguan vetëm detyrimet. Është një model i bazuar nga? Ky është një model i cili ka funksionuar me sukses të jashtëzakonshëm në Kroaci, modelin kroate kemi parë me shumë vëmendje, në Izrael, në Turqi. Në Turqi në fakt bëhet dhe për spitalet dhe për shkollat. Kështu që kemi parë të treja këto modele, mënyra se si funksionon është kjo. Ne në kushte normale, nëse nuk do kishim këtë marrëdhënie me FMN dhe do kishim akses në kredi, që sot nuk e kemi, ne do merrnim kredi, të cilën do e shlyheni me këste disa vite. Dhe me këtë kredi, sipërmarrësit që ndërtojnë, kontraktorët do ndërtonin shkollat. Duke qenë se kemi të pamundur të aksesojmë kredi, ne po ju themi sipërmarrësve, të cilët në fakt kanë para depozituara në bankë, sot depozitat janë plot në Shqipëri. Dhe po i themi, shko, banka i ka interesat shumë të ulët. Madje i ka interesat të sa inflacionin. Në fakt, po e pagun ti bankët të të mbaj parat, ti si përmarrës, si një njeri i pasur, se sa po t'jep ty banka interes. A nuk është më mirë që ti përdorësh të para ndërtoj shkollën, dhe ne ti paguajmë këto ndër vite, njësoj si ne do paguanim kredin tonë në bankë. Po në këtë mënyrë, nuk jemi ne që marrim kredi, po praktikisht investitori e bën gjithë shkollën dhe ne ja paguajmë në 7 vite. Kush i vendos interesat? Ka një formulë, ka një agjenci të Ministrisë Ekonomisë. A duhet na shqetësoj hija e koncesioneve dhe të shkollat? Shko, ky nuk është koncesioni nuk është klasik, po. I dhënies parave dhe i marrjes produktit. Kjo është në fakt komplet në favor të bashkisë. Ne marrim produktin tonë që vitin e parë dhe ne e paguajmë ndër vite. Këtë para. Me të njëjtën shumë në mos më të vogël se që paguajmë sot. Varet nga interesat, që do jepni këto, do t'i merrni këto kredi e tjerë, se dhe biznesi nuk mendoj që do humbi nga kjo që po bën. Ka një formulë, ne për shumë prej këtyre projekteve jemi duke punuar dhe me Bankën Botërore, edhe me Bergjin, edhe me IFC-n, pra janë një grup institucionesh që po aplikojnë sot në Shqipëri atë që ka funksionuar në vende të tjera. Dhe nëse do më pyesësh, a do intimidohem unë nga këto, jo po me siguri, pse këtu është i muhabet se ku fle lepuri, apo do marr guximin të jap shqiptarëve shkollat dhe pastaj të njëjtën shumë eksaktësisht që ne paguanim çdo vit për t'i pasur shkollat pas 20 vjetësh, ne i kemi të gjithë shkollat sot dhe t'i paguajmë me këste. Si ju apo kushdo tjetër e merr makinën me leasing, e merr makinën, fillon e përdor që sot, këstet i paguan më vonë. A janë drejt koncesionit edhe ndriçimi, 2 terminalet e Kasharit edhe e Farkës? Keni një besoj një ngatrim pa dashje të situatës sot në Shqipëri. Sot jemi një situatë në Shqipëri ku ne nuk marrim dot kredi për të bërë punë. Dhe kemi 2 mundësi. O t'ja fusim gjumit dhe t'ja vëmë fajin tjetrit, ose të tregohemi kreativ dhe t'i themi biznesit privat, hajde ndërtoj ti, dhe ne t'i paguajmë parat ndër vite. Ku është nga presa këtu? Po jo pra, sepse konotacioni që jepni është sikur këtu, kjo është një gjë e lishme, e cila i mundson bashkive të varfra si jona, bashkive varfër, kam gjetë 35 milionë euro borxh. Jo, PPP është në modën, edhe qeveria e bën vetëm bashkia, nuk e parashikova. Ajo që po i themi është, ju ndërtojeni, ne ju e japim lekët teksa fillojmë të fuqizohemi pak financiarisht. Pra përgjigjja është po. Pra po shkojmë në partneritete me privatin, jo vetëm aty, edhe pallatin e sportit. Ku ka bashkia e Tiranës të bëj pallat sporti 20 milionë euro? Ku ka? To ftoj privatin, kush e bën më mirë, dhe i paguajmë në 10 vitet e ardhshme. Por ama, të ketë Tirana i pallat sportit, të ketë Tirana i terminal, jemi akoma si Kandahar.
Dhe ato pak lëvizje që ne kemi bërë, qoftë këta terminalet e përkohshëm që po shfrytëzojmë, e kanë ulur ndjeshëm trafikun. Po këto gjëra pa pak guxim nuk bëhen. Unë kam dy mundësi. Ose sot mendoj çfarë do thot bota, si te prava nga kaluara, ose sot e di çfarë, jo më jo, ne jemi votuar që botën që njohim ne ta drejtojmë. Dakor. Dhe po drejtojmë Tiranën me premtimet që kanë bërë fushat për të bërë këto projekte, jo duke përdorur paratë e njerëzve, të gjitha për njëherë, po duke thënë private. Ke mundësi ta bësh, ik bëje. Dhe ti jap lekët kur ti kem. Edhe për faktin që njerëzit nuk po kanë para, biznesi i Tiranës është në vështirësi, do doja që për paketën fiskale të flisnim në pjesën tjetër të emisionit, kalojmë tani në një hapësirë publicitare. Rikthehemi në pjesën e tretë të emisionit, jemi me kryetarin e Bashkisë Erion Velia, jemi në një transmetim të drejtë për drejtë. Vazhdoni na shkruani të nderuar televizionistë, shoh që në rrjetin ton social Facebook Neni Vasili Studio e hapur, jeni shumë aktiv, qëndroni me ne, na ndiqni, na shkruani pyetjet tuaja, disa prej tyre do të përzgjidhen në fund të emisionit për t'ia drejtuar kryetarit të Bashkisë. Dakord, zoti kryebashkiak, që në një farë mënyrë partneriteti publik-privat do të zgjidh varfrinë që ka Bashkia e Kryeqytetit, Bashkia e Tiranës, kush do të zgjidh varfrinë dhe falimentin e shumë bizneseve të Tiranës, të cilët tashmë duket se janë në ditën e tyre më të keqe, janë 36.000 biznese në Tiranë që kanë ulur qepena duke mbyllur aktivitetin, janë 1/3 e biznesit të Kryeqytetit. A mendoni se rritja e taksave vendore për 2016 kanë qenë një gabim? As pak, s'kemi rritur taksat për 99% qytetarëve të Tiranës, nuk ka asnjë rritje të taksave. Nëse ju thoni taksat që paguheshin në 5 sportele, tani janë të gjitha ke fatura ujit, unë them që kjo është lehtësi. Dhe për gjithë njerëzit që kanë paguar taksa dhe që i kanë qenë korrekt, e kuptojnë që kjo është lehtësi. Për atë që si ka paguar në herë taksat dhe thotë, "Oh, si më shfut ky 100 lekë i taksës pronës tu", duhet ta di që i ka ekzistuar gjithmonë. A mund të shohim një tabelë me konkret? Me lulin e kam pas më të lartë. Kjo do të më tregosh një tabelë saktë, jo një tabelë. Po, më thonë nëse nuk është e saktë, sigurisht mund të ndodhë edhe që nuk është e saktë, por jam referuar një biznesi të cilët edhe na kanë shkruar sot. Regjia do më ndihmoj, pasi nuk e kam. Po, ma tregon me shembull. Po, është një furbuke e cila tregon, të lutem regjia më ndihmoj sepse nuk e kam pletën këtu. E cila tregon çfarë ka paguar në 2015 dhe çfarë ka paguar në 2016. Dhe janë gati më shumë se 2 fish taksat. Taksat që ka paguar kjo furbuke. Kjo shpjegohet shumë thjesht, se e shoh dhe shembullin. Kjo shpjegohet shumë thjesht. Në qoftë se tani është biznes i madh, pra i është rrit biznesi dhe është kategorizuar si biznes i madh, që se bëjmë ne, bëjnë tatimet në bazë të xhirot që ata vetë deklarojnë. Sigurisht, nëse ke filluar me një furbuke modeste që bëj 100 bukë në ditë, sigurisht ke qenë biznes i vogël. Është e njëjta. Ju e keni kaluar. Po këtë po të them, pra mund të jetë, shko, të lutem. Nuk i kalojmë ne, i kalojmë për xhiro. Të lutem, nëse kjo është diçka që njoh shumë mirë. Po mirë, nëse të shtritur xhiro mbi atë që quhet biznes i vogël, jem biznes i madh, kjo është ajo që ke deklaruar ti vetë. Pra nuk të deklaron bashkia nga biznesi i madh i vogël. Pra në momentin ti mund të jesh e njëjta ndërtesë, 10 ke shit 100 bukë, sot ke shit 10.000. Tani nëse ty të kanë dëshuar ky status, apo më ndjek tani si përgjigjem do të gjithë fansat tu. Jo s'ka lidhje me fansat, po jo se jetë kërkon duke pa celular, unë po të respektoj, unë kam lënë 2 celularë mi aty dhe nuk po u merrem, se jam i përkushtuar tek ty në këtë moment. Edhe unë zoti Velia, ju mendoni se po përgjigjem celular me masë. Unë po ju përgjigjem për një rast që më keni paraqitur, ku thoni, vjeti ishte i vogël, sot është i madh. Këtë se cakton fare bashkia. Këtë cakton drejtoria e tatimeve në varësi të tatimeve të shtetit, në varësi se çfarë ka deklaruar. Dhe po të them edhe një herë, nëse e njëjta furbuke, vjet ka shit 100 bukë, sot shet 1.000, a 5.000, a 10.000, sigurisht që kjo ndryshon kategorizimin. Po tani dhe kjo histori që në Shqipëri thonë biznesi mos paguaj taksa, ndërtuesit protestojnë për pallatin këtë diga. Tani biznesi paguaj pak sa mundet. Po eksakt për këtë po them. Nëse të lutem, më dhe një rast apo të marr një rast. Në qoftë se ju më thoni që ky biznes ka kaluar biznes i madh, se e ka deklaruar veten me këtë lloj xhiro, ta tohet si biznes i madh. Po tani bizneset e mëdha mos paguajnë taksa në Tiranë, më thonin cilin qytet ndodh kjo? Ndodh kjo në Milano, ndodh kjo në Londër, ndodh kjo në Boston, i është rritur me 2 fish taksa. Po sigurisht mos e nëse janë rritur. I është rritur me 2 fish taksa. E dashur, po të sqaroj edhe një herë. Çfarë do të bëjmë qytet pa taksa? Nuk do doje ti do ikje para nga Tirana, se nuk do arrinim do të bënim 1 dorë asfalt. Tani s'kush të paguajë, ti paguajnë gjyshet që janë mendim ekonomike. Po unë nuk dua të falimentoj biznesin e Tiranës, sepse unë e di që është biznesi në qytetit varfër, se nuk kemi qytet i pasur ne. Ashtu siç është e gjithë Shqipëria. Apo jo? Mbas jemi një vend që nuk prodhojmë shumë etj. E lëm këtë punë dhe i bashkohemi modrave të Nën Terezës dhe bëjmë me sevap. Po ajo që po them është që menaxhimi i qytetit kërkon
që ai që ka më shumë do paguajë pak më shumë. Dhe nëse është regjistruar si biznes i madh, këtë s'ja ka bërë bashkia, ka deklaruar që ka xhiro më të madhe. Dhe biznesi këtu është për të përgëzuar. Por duke qenë se ka xhiro më të madhe, po shet më shumë bukë, do thotë që te do paguajë pak më shumë kontribut. Ministria e Financave raporton se të ardhurat për prillin mbeten të ulta. Të gjithë treguesit flasin për një kolaps të sipërmarrjes lirë. Nuk e di kë ashtu. Ministri i Financave sapo deklaroi rritjen e të ardhurave, Ministri i Financave bën një punë të shkëlqyer dhe besoj që mënyra më e mirë për ta matur është duke parë që janë rritur të ardhurën tatimet dhe ndogana. Tani, nga e mori vesh këtë informacion, po unë pash deklaratën e Ministrit të Financave dhe se si tregoj me grafik rritjen e të ardhurave. Unë besoj që do përgëzuar, nëse Ministri të Financave do t'i suli... Nuk e di për çfarë unë ju referova tabelës së prillit dhe për prillin të ardhurat mbeten të ulta. Ja ku është tabela se e kishim vështirë pak më parë. Çfarë ka paguar zonja në 2015? Po patjetër. 85.120. Po patjetër, më nëse ka qenë 197.000 në 2016 pas taksave e paketës tuaj fiskale. Të lutem, gishti që tregon më bën nder. Fakti që unë po mbledh paratë që nuk mblidheshin në Tiranë më bën nder. Paguante jo, ka qenë Dhe nëse paguante, ja pra po ta them se po e lexoj për rastin. Tani të dosh biznes i madh. Nëse si biznes i vogël e kishte aq, sigurisht si biznes i madh e ka më të madhe. Tani, keq të bëhet biznes i madh, keq bëhet i vogël. Të deklaroj që është biznes i vogël, do faturohet si biznes i vogël. Por është i madh ose është i vogël, vlerësohet nga çfarë ka deklaruar vet e dashur në tatime. Dhe të lutem, let mos ushqejmë një klim ku shtetin e duam të gjithë, disiplinë duam të gjithë, pemë duam të gjithë, asfalt duam të gjithë, po s'duam t'i paguajmë ne. Po mirë pra, ai që është biznes i madh, paguan më shumë se njëjti biznes rritet ndër vite. Dhe nëse vjet ka qenë i vogël dhe si vjet është i madh, tani do paguaj si i madh. Biznesit vogël dua të informoj, qeveria ja ka hequr totalisht taksën. Më dëgjon, qeveria ja ka hequr totalisht taksën e biznesit vogël. Dhe për shkak që ja ka hequr taksën e biznesit vogël, Bashkisë Tiranës i mungojnë 6 milion euro. S'po vërtet njëri për këtë. E ka hequr qeveria për të fuqizuar biznesin e vogël që sapo përmendë. Kur je biznes i madh, më vjen keq që do paguash. Se nëse nuk paguan biznes i madh. Tani, ju thoni furr buke. Ku shëndot më shumë mjedisin, një furr buke poshtë pallatit apo një gjyshe? A është e vërtetë? Po tani, ma dhe shembull. Po ma dhe shembull do ta çoj deri në fund. Çlidhe ka. Po si ska? Nuk flasim për ndotjen tani, po si ska? Qëndrojmë ke taksa. Sepse impakti në qytet i një biznesi është më i madh se një familje. Dakor, jam më fal një sekond. Rrugët që po jo, po ka të bëjmë se ti po i përdor të mirat materiale. Nuk e ke taksuar për këtë gjë, është tjetër ambienti. Po taksat pra që paguan për qytetin pra, këtë po të them. Nuk paguan taksë për ambientin, të lutem, një taksë. Po e kemi hequr atë, nuk është fare. A mund të ma dëgjosh shembullin? Po ta them me shumë dashamirësi. Okej. Me shumë dashamirësi. Po ju dëgjoj, po unë dua të flas për taksa. Domethënë, një gjë është e qartë që unë e duk këtë punë. Të lutem, ma dëgjoj ta shpjegoj dashurinë time për këtë punë. Dhe po të them, një biznes e shfrytëzon infrastrukturën e qytetit dhe more shembullin e furrës bukës. Ndot më shumë se sa një familje. Ka më shumë furgona lart e poshtë që ndosin në qytet më shumë se një makinë, familje. E përdor trotuarin, e përdor rrugën, asfaltin më shumë se një familje tjetër. Makinat e saj janë në rrugët e qytetit më shumë se një familje tjetër. Kjo do të thotë gjithashtu ti je përfitues më i madh i të mirës publike se sa një familje, se sa një çift pensionistësh, sigurisht do paguash më shumë, se e shfrytëzon këtë bashki dhe këtë qytet ti më shumë. Më shumë, për sa më shumë. E përdor më shumë, tani të lutem. Mund të bëj disa pyetje. Ndërtesa për tregti dhe shërbime, 280 lekë metër katror ka qenë dhe bëhet 440. Tani, a mund të shpjegoj dy gjëra të funksionit të taksa mbi truallin, taksa e fitjes në hotel, janë të gjitha taksa, kam një tabelë tu, të cilat flasin për taksa të rritura. Jam duke të bërë nder kur të kërkoj që ta ndërpresësh, të më dëgjosh, sepse mund të shpëtoj nga të thënit e disa gafave. Faleminderit shumë. Tani më lër ta shpjegoj pse po të bëj. Ma bëni nderin. Po ta bëj nderin tamam. Sapo më lexove taksa, që i cakton qeveria qendrore, bashkitë vetëm i mbledhin. Pra edhe unë, edhe bashkia Durrësit, dhe Elbasan, dhe Pogradecit, thjesht i mbledhin këto. Pra këto janë të një gjë që ka kaluar paketë fiskale në parlament, s'ka lidhje fare me bashkinë. Kemi edhe të tjera këtu, po unë po ta vazhdoj, ju do të dëgjojmë edhe të tjerat. Të lutem, unë Kastile e thash, po të bëj nder, duke të ndërprer, se fillove të lexoje listat taksash që janë të qeverisë qendrore. Të vazhdoj. Të vazhdojmë edhe të tjerat. Po mirë, do vazhdojsh pra po të shpëtoj, për të them edhe një herë. Mirë, pra më shpëtuat, okej. Agjenda ime nuk është njësore ndaj teje. Agjenda ime është njësore ndaj teje dhe qytetit. Dhe po të shpjegoj që taksa hotelit. Agjenda jonë është sqaruese për kryeqytetin dhe qytetarët e vet. Taksa, të lutem, më lër tash. Okej. Taksa hotelit ishte 5% e çmimit, ndërkohë që tani është bërë 1 euro. 5% e një nate, 5% e një nate 80 euro në Tiranë është 4 euro. Apo jo? Tani kemi bërë 1 euro. Si që ka rritur? Kjo është ullur 4 herë.
Si që ngaritur, ka qenë 5%, e kemi të shuar 1 euro, e kemi bërë flat, 1 euro. Tani, si që nga kjo rritje? Për bizneset për hotelet me 5 yje. Për hotelet me 5 yje prapë është udur, nuk është 5 euro, por është 2.5. Tani, po i qajmë hallin 2 hoteleve të huaja me 5 yje në Tiranë, që mos paguajnë 2.5 euro natën, po sigurisht me dhe ata e përdorin më shumë. Tani do ta incentivojmë të biznesin ne, apo të duam të bijem, se s'duat tani të vazhdojmë. Tani, unë po të respektoj maksimalisht, pak të më të gjo. Unë sa po të thash që e kishin 5, i është bërë 2.5, e kishin 5, i është bërë 1, atyre me poshtë 5 yjeve. Tani, unë e kam përgjysmuar të i thua ajti ndihmojnë prapë. Jo, unë e kam 4%, 8% në tabelën time, shpresoj që... Ata që të kanë furnizuar me informacionin e ke, tani është bërë me qëmi, dhe mund të shofësh kronikat. Aty merret zaktopuzin tani që e ke... Po jo, jam duke më shkruar shumë njerëz, në qoftë se tabela që kam mund të ketë lapsus, unë po lexoj një mësoj që më vjen nga një biznesmen. Thotë, jemi biznes VIP, në 2015 kemi paguar 1.8 milion lekë të reja taksa, kurse në 2016 duhet paguajmë 3 milion lekë të reja. Rritja e barabartë me pakën e 55 punëtorëve. Nëse është biznes VIP, duhet kuptosh që në Tiranë, biznese VIP janë 30 veta. Ai është një nga 30 më të pasurit e Tiranës. Dhe të lutem. Kemi natë pasurit? Nuk kemi natë pasurit, po do paguajmë më shumë taksa, po të lutem, më vjen keq për këtë. Fakti që janë të pasur nuk do të thotë që duhet i trajtojmë kaq keq, ata janë pasuria jonë, që i kemi apo jo? Pra, 30 më të pasurit Tiranës janë biznesi VIP. Dhe duhet i thuash VIP-it, duhet i kthesh i përgjigje thuaj, po s'ke turp. Po ja, po jo, ktheni se po na ndjekin. Po s'ke turp, thosh je një nga 30 njerëz më të pasur, edhe bën kështu për një taksë që paguan për shkollat e kalamajve. Tani, në këtë qytet, sa më të arsimuar, sa më të pastër, edhe ati do i lulëzoj më shumë biznesi. Dhe tani, në qoftë se do të bësh dialog me atë personazh, më lër t'i nga studi se unë kam punë për të bërë. Nëse do ma jep numrin t'ja them unë vetë. Juve jeni kryetari i bashkisë të këtyre personazheve, dhe këto janë shqetësime të drejtë për drejta. Dhe unë kam detyrim të jemi interaktive me publikun tim. Jam kryetar bashkie i 99% popullsisë, e cila ka vetëm ulje taksash. Qose ju më thoni që 30 veta, të cilët kanë numrat e gazetareve dhe që mund të futen në një emision me një batut, unë ato si personal fare. Numrat e gazetarëve janë publik, mua më kanë marrë pafundësisht qytetarë të Tiranës, do më shpreh shqetësimet e tyre, unë e shikoj këtë si një gjë pozitive, nuk shikoj si një gjë negative, apo jo? Po nga gjithë qytetarët zgjodhe një biznes VIP, dhe po të them që në listën ai më shkroi, tu ka të tjerë, në faqen tonë Facebookut ka pafundë dhe qytetarë. Jam këtu për 1 milion veta, jo për 30 veta. 30 veta si ai. Po këta 30 veta na mbajnë pra, se ju thoni këta duhet paguajnë, këta do ta mbajnë bashkinë, këta do paguajnë taksa, po atëherë si do trajtojmë keq këta? Ti mos më trajtoj keq, po nuk mund të më thotë dikush, jam biznes VIP. Pse më ke rrit taksat? Sigurisht se je VIP, dhe arsyeja pse je VIP është se e përdor këtë qytet më shumë se sa jo VIP-at. Dhe jo VIP-at anonim, njerëz, student, adoleshent, pensionist, ndihmë ekonomike, fugarinj, e përdorin këtë qytet më pak. Ti si VIP, jam i sigurt që ke disa dhjetra kamion, disa dhjetra papaq, disa dhjetra furgon, dhe si VIP e përdor dhe e konsumon më shumë këtë qytet dhe do paguash pak më shumë se ti po e përdor më shumë. Një pensionist që vetëm zbret shkalla dhe pi kafe me shoqet, nuk mund taksohet njësoj sa VIP-i. Ky ta ketë përnder që është VIP dhe VIP-i duhet pranoj. Që po merr një shërbim që VIP se ka punuar vetë, nuk kemi dhënë ju ndonjë gjë. Eksakt, pra patjetër pse bën si viktim. Kemi një respekt edhe për biznesin, të cilin e kanë ndërtuar në vite shumë të vështira, në një Shqipëri shumë të vështirë, dhe shiqyr që janë. E kam maksimal dhe po të shikosh sot VIP-i që të shkroj ka qytet jo 2 herë më të pastër, ka 4-5 herë më të pastër. Dhe duke qenë se ka një qytet më të mirë, sigurisht. Si e mas në këtë zotë Veljaj? E mas nga gjithë sondazhet e qytetarëve dhe e mas nga ajo që besoj e kontrollon. Qonë pizza bau, të shoh vetë, jo të më thot dikush tjetër. A janë larë rrugët, a janë pastruar trotuaret, a është fshirë çdo mbeti nga një natë më përpara. Çfarë ore çoheni që bëni këtë? Çohem në orën 6 çdo mëngjes. Dhe si e bëni këtë gjë? Na shpjegonin që si fillon dita juaj e punës? Zgjedh një rrugë të caktuar Tiranës dhe i bie gjatë. Shkoni makinën tuaj? Zgjidhni në taksi si kryeministri? Disa me biçikletë, jo nuk jam shumë i taksive, jam më shumë me biçikletë dhe me autobus. Verifikoj autobusët. Jam i pak kënaqur nga mënyra se si po ka funksionuar sistemi i autobusëve dhe pse ka pas një përmirësim. Shumë shpejt do kemi një shkartisje të linjave, do kemi linja të reja, do kemi sistemin elektronik dhe unë këtë historinë që marrin licencën, bëjnë sikur punojnë, funksionojnë vetëm me këtë frikën që i shef kryetari i bashkisë, nuk mund ta mbaj pafundësisht, kështu që do vendos sisteme modernizuese në autobus, elektronik që masën me GPS, ku është autobusi, me çfarë shpejtësie po ecën, Dakor, të janë projektet e së ardhmes. Verifikuar bilet elektronike. Kur ju verifikoni në mëngjeset tuaja Tiranën, ju rezulton që? Po disa herë me pasër se lemeria që gjeta kur fillova punë, sigurisht. Kjo është pak e sigurt.
gjithmonë e larë, më shkruajnë qytetarë të abitur kur vonohet makina që lanë mëngjes. Dhe them tani bën lajm dita kur nuk lahet. Në 4 vitet e fundit bënte lajm dita e vetme kur lahej në njëherë Tiranë. Kështu që në këtë sens, për qytetin më të mirë, 30 VIP-at e Tiranës do japin një kontribut më të madh. Kurse gjithë tjerët s'kan asnjë ndryshim. Përkundrazi kanë marrë vetëm shërbime më të mira. Dhe ta kthesh këtë audiencë publike, ku të shohin të gjithë, jo vetëm VIP-at që të kanë numrin e telefonit, në një seancë pjetaje mëshire për VIP-at, kjo s'shon. Unë jam i majt, unë jam progresist, unë e pranoj. Sigurisht pasurit do paguajnë çik më shumë, që të tjerë që kanë nevojë për çerdhe dhe kopshte publike, të kenë çerdhe dhe kopshte publike që bashkia ka filluar t'i bëjë, e në pjesë çerdheve i ka mbaruar. Zoti Veliaj, përpos faktit që, siç u thash, numri im i telefonit dhe i shumë gazetarëve, sidomos të studio televizive është publik, dhe nuk besoj se kanë gjithë keqe që na shkruajnë biznesi VIP, i shqetësuar tashmë për taksat e veta. Çdo gjë të lutem. Apo jo? Duke sikur ju jeni inkubatori, ajo kloshka e biznesit vogël dhe ky biznes i madh tani është armiku i të gjithëve. Na lini që bëhemi ne atëherë avokatia e këtij biznesi që për mua është pjesa më e shëndoshë e biznesit që shoqëria. Dakor, okay, dakor. Tani e vetmja që unë po të kërkoj është proporcion. Në qoftë se këta janë 0.001% e popullsisë, duhet marrin 0.01% vëmendjes emisionit. Se unë besoj që janë më të interesuar njerëzit të çojnë fëmijët në çerdhe, në kopshte, në shkolla. Folën për çerdhe, folën për flasin mirë. Sfolën për kopshte. Flasin. Nuk folën për shkolla deri tani. Rikthehemi, çfarë duam të themi për shkollat sërish? Çfarë po ndodh me projektin tuaj? Për shembull 10 shkolla si qendra komunitare brenda vitit të parë, 50 në mandat. Brenda vitit të parë kemi 14. Po të shikoni, ju ftoj biles, më duket se është mërkurë një javën tjetër. Ne do të kemi finalen e 14 shkollave që kanë marrë pjesë në shkollat komunitare, Tirana Art Fest, ku si në vallëzim, si në teatr, si në mediat audiovizuale, ne kemi pasur edhe në piktur, ne kemi pasur shkollat, 14 shkolla, jo 10, po 14 Tiranës, në një konkurs fantastik, më kujtoj Rimfestin e kohës time, kur isha unë gjimnazist, dhe besoj që jo vetëm e kemi kapur, por kemi tejkaluar numrin dhe besoj që i kemi sjellë një ndjenjë komuniteti shkollave të paprecedent më përpara. Dhe nga shkolla që mbylleshin mbas orës mësimi dhe nuk kishin asnjë funksion, sot funksionojnë si qendra të mirëfilla komunitare dhe edhe ky lloj kompeticioni, kjo gare shumë simpatike mes shkollave, kush bën teatrin më të bukur, kush bën koreografinë më të bukur, thash më kujtoi nostalgjinë e shkollave kur në Tirana kishte jetë edhe nuk kishte vetëm bingo dhe kafe. Dhe vjen mirë që kulturës bingove dhe kafeve, po i kthehemi me... Kur ishte kjo koha? Po thoni që ishim më mirë kur ishim keq? Jo, s'po them këtë, po mbaj mend kur unë isha gjimnazist, kishte konkurse debati mes shkollave, kishte teatr mes shkollave, Rinfesti, ju thash, ishte diçka që kishte shumë jehon. 4 vjet vdishjeta kulturore e kemi rikthyer. Të them që kjo është gjë pozitive. Gjatë fushatës keni konstatuar 28 hapësira sportive të munguara, 19 biblioteka të munguara, 89 objekte arsimore në nevojë. Keni ndërhyrë për ta ndryshuar këtë shifër? Po e filloj nga kjo e fundit. Në institucionet arsimore në nevojë kemi mbyllur 31 çerdhet. Sot më vjen keq se si Tirana ishte lënë 4 vjet ku çerdhet, aty ku janë fëmijët dhe që janë, le të themi, qytetarët më të pambrojtur të Tiranës, nuk kishin nevojat minimale për çështjet lagështirës, për një kuzhinë, për ngrohje, për ajrim. Sot 31 çerdhet e Tiranës janë model. Nuk kam më sot asnjë dyshim që 31 çerdhet e Tiranës janë model. Kemi filluar tani me kopshtet. Pra nga gjithë të 18 institucione arsimore, 31 kemi bërë, kemi filluar me 23 kopshte. Të tretin e mbylla këtë javë. Shkova në një kopsht tek njësia 7, kopshtin e ri të rinovuar të bashkisë, ku kishten kopsht e dashur, fëmijë të qytetarëve amerikanë, qytetarëve turq, qytetarëve ukrainas, që kishin zgjedhur kopshin publik. Sigurisht kompliment më të madh për një kryetar bashkie që zgjedhin kopshin publik, sigurisht që është edhe më ekonomik, po familje të tilla me prindër tuaj i kishin mundësi për kopsht privat. Dhe më vjen mirë që jemi sot një cilësi shumë herë më e lartë se sa privati. Fatkeqësisht nuk kemi aq shumë çerdhe dhe kopshte sa do donim. Po kjo është vetëm mandati i parë, do kemi më shumë në fund këtij mandati. Meqense jemi te fëmijët edhe ju shpeshherë vini ata në fokus, sigurisht është edhe një metodë mirë komunikimi ti thosh ata në fokus, merrni me njerë vëmendjen e gjithëve. Qëndrojmë pak te Parku i Lodrave dhe një qershori që po vjen. Ky besoj është një qershori më i pritur në Shqipëri, besoj një qershorë të tjerë kanë qenë me kaq shumë pritshmëri. Pse e thoni këtë? Po sepse mori një vëmendje të jashtëzakonshme, një projekt rutini bashkisë nga i cili ne do bëjmë edhe një 20 tjerë. Kështu që mbasi të bëhet ky i pari, kur të bëhen 19 tjerët, besoj do ketë rënë pak histeria, se prodhon një histeri kolektive për te arsyes, një kopsht,
e një kënd lodash për fëmijë. Si ai që të gjithë këta që protestojnë i shohin kur shkojnë jashtë shtetit, vinë këtu dhe thonë duam Shqipërinë si jashtë shtetit dhe kur e bën thonë mos i ndryshoj gjërat kaq shpejt se na zuri ndryshimin. A është incentivuar këtë nga fakti që ju keni qenë jo konsekvent në deklarimet tuaja. Keni thënë që nuk do të ketë beton, por aty më pas ka patur beton. Keni thënë që nuk do pritem pemë, po aty janë prerë pemë. Të lutem. Se unë jam vërtet jam i zënë, vërtet dal herë dhe e ngrysëm vonë, po memorin e kam në vend. Të sfidoj tani të shohësh çfarë kam thënë dhe kam thënë nuk do të ketë kafe e nuk do të pritem pemë. Nuk do të ketë kafe dhe nuk do të pritem pemë. Nuk ka kafe dhe nuk jam prerë pemë. Mirëmbajtja rutinë dhe krahasitja rutinë. Dje televizioni juaj të ju e pash, aksidentoi pema e rënë në QSUT, shumë qytetar, 4 më duket. Prishte 2 makina. Kjo histeria mos e prek pemët janë për të krahasitur dhe nuk është pema për njeriu, nuk është njeriu për pemë, por është pema për njeriu. Kjo thotë në momentin që një pemë ka degraduar dhe është rrezik të bjerë, sigurisht që i krahasitet një pjesë e kurorës. Ja ku i kemi të prerë. Dhe në momentin të lutem. Doni të na thoni që ato kanë qenë të smura të gjitha. Jo, nuk po të them këtë. Mos më nxirr pemë që janë prerë historikisht në park. Parku si ato cungje sot mund të ketë mira. Jo, është në zonën tuaj. Jo, të lutem. Aty shiko, ktheu mbrapsht. Ktheu mbrapsht më bëj këto. Kthehet mbrapsht regjia? Ktheu mbrapsht. S'është fare, ktheu mbrapsht një fotografi. Tani do ta bëjnë. Besoj. Kjo s'është fare në zonën tonë. Kjo është kisha ortodokse, ne jemi komplet mbrapa kishës ortodokse. Kjo nuk është, jam dakord me ju. Kjo nuk ka të bëjë me... Nëse shkon në park, ka të bëjë me prerjet, është një pyetje tjetër, ka bëjë me prerjet më pas në tani të lutem. Nëse shkon në park, pse do të presur një pemë ndërkohë që po mbjell 10.300? Se pyetja duhet të ketë një logjik. Pra kjo histeri gjej cungje, parku është i mbushur me mira cungje. Shumica e cungjeve janë vende ku janë ulur pensionistët dhe po lozin domino. Pra, të kaloj kjo histeri, po ku ishin deri dje? Se pemë në park, për parkun e Lodrave. Kur rrëzohet një pemë, nga stuhit nga gjëra, sigurisht që pjesa e pemës që ka mbetur rrafshohet, sa nëse ka ngelur një cung i kalbur. Ato dukeshin që ishin prerë të reja. Këtu jemi në situatën aktuale të zonës ku jemi punoni. Kjo është lloj pune që besoj më shumë se çdo gazetar më ka bërë pak edhe ekspert pemëve, edhe të qenëve të rrugës, edhe të dezinfektimit koshave të plerave, dhe është një garë që me mua nuk e fitoni, do të se unë me këtë punë merrem. Dhe si ka mundësi, unë mbjell 10.300 pemë dhe priska mund 3 pemë. Si kush logjika e kësaj? Por po të them dhe njerëz, siç tu aksidentuan dje njerëzit, nga një pemë e cila ishte rrezik dhe era e parë e rrëzoi mbi kokat e njerëzve, të tilla në një park me mira pemë ka qindra. Keni prerë, po ato që ishin të dëmtuara, të semura, apo që paraqisin rrezik. Të lutem tani mos bëj loj fjalësh me mua. Po jo, pra ju po bëni që për funksion. Keni prerë apo s'keni prerë? Pastaj, për çfarë arsye, hajde diskutojmë. Të lutem, mos ma fyej inteligjencë, vetëm kaq të kërkoj. Do më mund të bësh avokate e djallit dhe gjithë djajve të Tiranës. Po inteligjencë mos ma fyej, po të them që për funksion të parkut, se më pyeten funksion të parkut, nuk kemi prerë asnjë pemë. Pemë që priten rëndom në qytet, që të mos të zënë ty nesër poshtë, ka gjithkohon servis qyteti. E kemi një shifar, mund të na thoni për shembull sa prerë pemësh janë bërë, sa kanë qenë smura, etj, nëse i keni me vete këto shifra. Me proces verbal. Po pse kërkoni vetëm statistik për helm dhe jo statistik për ilaç? Jo, se pyetja fair, ndeshëm do ishte, na thuaj sa ke mbjellë dhe sa ke prerë. Nëse më pyet vetëm sa janë prerë, sigurisht që kjo ka ngacmim. Sepse jam e bindur që ju e keni thënë tashmë disa herë se sa keni mbjellë. Nuk mund t'ju bëj një pyetje për cilën keni përgjigjur. Po kemi mbjellë 10.000. Kjo është era 3 që e thonë. 10.300 dhe kemi prerë, mbajmë nga procesi verbal 13. 13 që nesër kur ti e shtik i parku mos të zër edhe të pësosh një aksident larg qoftë o Zot. Prokuroria ka konstatuar element veprës penale, 5 padi janë ngritur, është rrëzuar deri tani kërkesa për pezullimin e punimeve, kjo pasi bashkia ka garantuar që nëse rrezohet projekti do ta kthejë në zonën e gjendjen e mëparshme etj. Nëse duhet t'ju pyes, nëse ju rrezon 5 padi, un kam 150 padi. Nëse po flasim për këtë çështje. Po. Pra 5 padi, të lutem. Çfarë do bëni? Të lutem. Un kam 5 padi për çdo punë që kam hapur në Tiranë. Dhe po them që momentalisht un kam një 150 padi. Pushka top, i thonë Shqip. Të vëm padi, sepse është një mënyrë se si unë mas se cili projekt ka më shumë impact. Sa më shumë padi, aq më shumë DNK që po ecën Tiranën. Por po ju them, nuk ka zot të më ndaloj të punoj për Tiranën. Po punoj për qytetin, dhe për shkak që kam uratën dhe bekimin e qytetarëve, unë padit e këtyre as nuk i kam në refene fare, po fare. Çfarë do bëre nëse ju rrezon gjykata?
Si dorëzoj gjykata? Po ç'të dorëzoj gjykata? Punë publike? Po është votuar kryetari i bashkisë bëj punë publike. Se me këtë teori i bie që për çdo puset që vë unë, këta mund të vënë një padi e gjykata mund të rrëzoj. Nëse gjykata do degradojë në këtë sens, unë do i vë pusetat në Tiranë. Çfarë do vendimit më japi gjykata? Për kundër vendimit të gjykatës ta bëni këtë? Po që të sigurojmë që zbie ti. Jeta jote është më e rëndësishme se vendimi i tyre, me thënë drejtën. Kështu që unë do vë puset që ti mos biesh, ata le të më dënojnë pastaj. I bie pastaj të rrezikoni karrierën tuaj. Le të më dënojmë, aman të bie unë hero i gjykatave se u vun puseta dhe u bë punë Tiranë. Aman ardh kjo ditë që po gjykohen dhe po dënojnë njerëzit për punë. Po këtu s'po gjykohet tjetër që erdhi me patllake aty. Këtu po tikin kriminalet, po të lirohen për ditë. Tu mjafton ta mbyllësh pazarin me prokurori me gjyqësor, jo me të gjithë, po me ata që bëjnë këto lloj pazarësh, dhe këtu po tikin kriminalat. Dhe këtu që ka ditë e shënuar se po dënojmë një njerëz që po punon. Aman ardh kjo ditë. Okej, meqense po punoni aty, nuk po ju ngacmoj më tepër sepse në fakt edhe jeni përgjigjur disa çështjeve që janë ngritur në lidhje me parkun tashmë disa herë dhe do të ishte një përsëritje lidhje midisore, supervizori, tenderi etj. Pyetja ime është një tjetër. Do vazhdoni me projektet e parkut sepse me sa di sipas masterplanit parashikohen edhe disa projekte të tjera. Do vazhdojmë me projektin e përfundimit të pistës, siç e keni vënë re kanë filluar prishjet e lokaleve paleje, në të gjithë zonën e liçenit, janë prishur rreth 7-8, ka në një 70-80 tjera për të bërë. Kështu që në fakt vetëm më mobilizuan që t'i hyja me themeli asaj historisë liçenit. Edhe prej kësaj do vazhdojnë dhe prishjet tek liçeni, do vazhdojnë sigurisht edhe projekte. Do përfundoj pista, diga do të jetë komplet. Do ketë ndërtimet e parku, po thoni? Do ketë ndërtimet e park? Pista që të vraposh. Sot është gjysmëngë, do jetë plot. Nuk është ndërtim. Bëhet fjalë që të vazhdoj pista. Ndërtimet e garda do të vazhdoj? Nuk ka ndërtimet e garda. Nuk do të ketë. Tu bëhet fjalë për të hequr 14 ndërtesat e gardës dhe të lëmë vetëm një që ti, unë, nesër tjetri të marrin pension, marrin pasaportën, marrin pra ngjitur me korp, bëhet fjalë për... Kjo është vetëm një ide, nuk ka asnjë vendim dhe nuk shoh asnjë problem që nga 14 lëm vetëm një. Të tjera ti marri parku dhe do marri parku 5.5 hektar dhe ke një nga ato godinat e gardës dhe shkëm ne të marrim certifikata pasaport gjitha në një vend, me që është edhe një zonë e banuar e qytetit. Kjo është një ide. Kur të kemi një vendim, do jem këtu që ta sqaroj vendimin. Okej. Unë falenderoj për shpjegimet e ritanishme. Kemi edhe një pjesë të fundit, edhe pse minutat janë gjithmonë më të pakta, edhe do doja të flisim për bulevardin e ri dhe unazën e vogël në fund, dhe do doja të më lejonit edhe t'ju bëja disa pyetje, shkoj celularin t'ju bëj disa pyetje nga pyetjet që kanë shkruar qytetarët. Dakor. Menjëherë mbas një hapësire publicitare. Rikthehemi në këtë transmetim të drejt për drejt, ritmik dhe me vëmendjen e dur, me sa kuptoj zoti Veliaj, pasi janë pafund qytetarët që shkruajnë në rrjetin tonë social, edhe pse ju nuk mlini që të kemë vëmendjen e dur drejt tyre, po besoj tani në fund... Që mirë vërtet i pi dy nëna, po fokusohemi te kjo. Jo, është një pjesë e publikut që ka nevojë për këtë interaksioni dhe do t'ja dedikojmë në këtë pjesë. Qëndrojmë te bulevardi i ri. Çfarë po ndodh në projektin e bulevardit të ri? A ka dhënë mas sigurie për pezullimin, a ka i mas sigurie për pezullimin e punimeve aty? Nuk e di të them që për çdo punë të bashkisë. Jeni hedhë në gjë nga banorët apo jo? Për çdo punë të bashkisë jo nga banorët, po e di që partia që fjetin bashki flasim për banorët. Po më thua kush po të sulmon, dhe po të them kush po i bën këtë pa di, këtë po të them. Dhe ajo që di të them është që çdo projekti yni po sulmohet me plan. Tek bulevardi i ri, po eci me ritme të jashtëzakonshme, me parkingun në tokësor të bashkisë për 300 e ca makina, që njerëzit të kenë mundësi ku të parkojnë, të kenë makinat, të ecin, të kenë një jetë shëndetshme, marrin biçikletën, të pedalojnë, po ecim shumë shpejt. Çfarë do bëni me këto familje që nuk familjet që janë shpronsuar. Familjet që nuk janë shpronsuar se su ka ardhur radha, kur t'ju vi radha do bëjnë letrat. Po për familjet që janë në VKM e shpronësimit janë shpronsuar. Familjet që janë afër bregut lumit janë në proces shpronësimit. Duhet kuptoni që ka disa kategori ndryshme, disa që pronën e kanë, por ama ka qenë e gjyshit, i cili ka pas 3 fëmijë, secili ka pas nga 3, kështu që kjo do ndahet në një 9 pjesë, dhe unë e kuptoj që kjo është një kur dikujt i hapet syri dhe thonë po shpërndajnë legi do të gjitha për vete, por ligji thotë do ashtu, dhe kur kam verifikuar shumë raste që më thonë ka rënë kaq, jam shqetësuar dhe pastaj kam verifikuar që ka qenë një nga 15, 27, 40 vetët e asaj familje. Nëse ligji e përmban këtë, nëse VKM-ja po pra, e parashikon këtë? Eksakt, pra, dhe kemi zbatuar ligjin dhe VKM-n. Pra, unë nuk mund t'i them dikujt, më fal, janë kushërit në Gjermani, po t'i japim ty të gjitha. Se ka këtë tagër kryetari i bashkisë. Kryetari i bashkisë janë sa veta janë,
pjesëtohet dhe secili merr pjesën e vet siç janë ligjet e pronës në Shqipëri. Kështu që në këtë sens kemi zbatuar ligjin dhe VKM, kemi bërë disa ndryshime në projektin e bulevardit, do të ketë një park qendror, ishte bërë një pyll me pallate, tani do të ketë një pyll me pemë dhe më pak ndërtim. Sigurisht do ketë një pyll me pemë që do thotë që keni ndryshuar projektin. Kemi ndryshuar, ta thash që kam ndryshuar. Unë këtë e them me krenarin, s'po them me fshirëz. E keni ndryshuar, në favor të parkut. Pra kemi shtuar 6 herë sa parku Rinia një park qendror. Sot zyrtarisht dhe projekti nuk quhet Bulevardi i Ri, por quhet Parku Qendror, me theksin tek parku. Se nuk mund të bëjmë një qytet të ri, prapë të përsërisim gabimet e qytetit vjetër, beton. Një park qendror, si ai që keni parë në shumë vende ndryshme të botës, dhe besoj që joja ulpi e shton vlerën projektit, që gjithë ajo hapësirë ta ketë një park qendror. Do të ketë dhe një park tjetër, që është gjithë bregu. Kur mund ta kemi projektin me ndryshimet? Projektin me ndryshimet? Po që nesër, ta çojmë email. Pasi nuk është publik, e kemi kërkuar dhe nuk është publik. Projekti me ndryshime ka një rishikim, që është ky rishikim. Në qoftë se doni të shkoni këtë projekt me rishikim, vlerën juridike do të ketë kur të filloj implementimi i pjesës së parkut. Pra në këtë moment ne kemi ndryshuar vetëm skicën e projektit. Pra, për skicën kërkoj, mbasi të bëhet, ndoshta nuk do kemi edhe nevojë ta kemi. Nuk e kemi, po jo, nuk e kemi prokuruar si punë. Pra, pasi bëhet skica, ajo do disa detajime teknike, pasi do detajime teknike, atyre merr një vlerë ligjore. Nëse do këtë në fazë skice. Pra ju po thoni që jeni thjesht në projektin ende që nuk është ligjor, jeni në një skicim të ndryshimeve të projektit të bulevardit Tiranës. Kompania na ka sjell të rishikuar projektin, me të cilin shprehim publikisht jam i kënaqur. Kur do ta bëni publik që ta konsultoni qytetarët e Tiranës? Jam i kënaqur që kemi një park qendror 6 herë sa parku Rinia dhe jo një bulevard me pallate. Dakor, të keni thënë këtë që në fushat elektorale. Dhe po i qëndroj, fakti që jam konsistent është lajm i mirë. Pyetja është kur do ta shohim. Jemi kurioz ta shohim dhe ti bëjmë edhe oponencën e dur nëse të mirës me i dhoni dorë, mos me i bë oponencë, bëu të kam shaha e mira në këtë qytet. Me unazën e vogël janë bllokuar punimet edhe aty? Janë bllokuar përkohësisht prap me një urë bllokimi në gjykat, dhe pse ka një VKM, dhe pse kompensimi i pallatit Insigut është $2 milion, kanë zgjedhur që me marifete gjyqësore të na bllokojnë, ju garantoj që është bllokimi i përkohshëm. Ai projekt do zhbllokohet dhe siç kanë premtuar brenda verës do përfundoj unaza e vogël përfshi dhe atë segment. Më vjen keq që kanë zgjedhur këtë rrugë, dhe më vjen keq që ka gjyqtarë që janë bërë palë, që kanë zgjedhur këtë rrugë kush? Këtë rrugë të tafmas. Tafma. Për kë keni fjalën? Për gjithë ata që na pengojnë. Kur dikush merr $2 milion, e vlerëson godinën. E keni fjalën për pronarët e godinës Insigut? Për të gjithë ata që bëhen palë me disa gjyqtarë, jo me të gjithë, për të bllokuar Tiranën prej tafmas. Tafmaja nuk kanë zgjedhur njëri. Tyre kanë të drejtën që ta vlerësojnë sipas tyre apo jo? Mund të hyj me detaje, po druaj që po hyra unë me detaje kësaj historie. Dhe një pronë që është sot e pashfrytzuar. Një pronë që nuk është banesë dhe është regjistruar si banesë dhe ne të gjithë e dimë që aty s'ka jetuar njëri. Sepse kur regjistrohesh si banesë, me këto vendime gjykatash, të vlerësohet prit një sekondë. Të lutem. Do më lësh ta mbaroj këtë. Se i hyre kësaj pune. Jo, nuk kam interes drejt për drejt të merrem me fare. Po ju pyes, pse ju i quani tafmaqar, qytetarët e Tiranës, qoftë Insigut? Po pronarët ata janë pronarët e këton. Do më lësh ta shpjegoj. Ke vërtet interes ta dish apo ke interes që të bësh sikur do ta dish? Kam interes, po jo vetëm këtë, se nuk është qëllimi im godina me vete. Po morëm kazusin, s'është bllokuar. Mund ta shpjegoj kazusin? Po. Tani, kjo është një ndërtesë që nuk ka banor. Ka qenë, gjërsa i referohemi si e Insigut, do thotë që ka qenë zyrat e kësaj selie derisa u shit. Do thotë që në 20 vitet e fundit aty ka pas zyra. Edhe ju mund ta jepni shtëpinë tuaj me qira apo jo? Për zyra. Unë mund të kërkoj. Po përpara ka qenë banesë. Jo, po sqaroj. Tani, unë kam një lukun i njerëzve që më pengon për ditë. A mund të kem mos pengohem në emisionin tënd? Se sa po të tregoj për një listë personazhesh, nuk dua që ti të jesh i kjo listë. Këtë mani që edhe pyetit që quheni pengesë. Po më dua që të më lësh ta shpjegoj. Jeni thuajse në paranoj tani, çdo interferencë, qoftë kjo pyetje, vullnet mirë për sqarimin e situatës. Ju e quani pengesë. Më ke ftuar në emision dhe po flet më shumë son. Nëse ty duket normale, të riqem, të kërkoj ndjes. Nëse ty duket normale që ti flet më shumë se ai që ke ftuar, kërkoj unë ndjes. Më shumë, unë po ju pyes. Të kërkoj ndjes. Vazhdo. Detyra ime është ser qytetar i Tiranës. Pyetja ime është kjo, nëse ajo më përpara kjo godin ka qenë banesë, quhet apo jo? Unë filloj të përgjigjem dhe ti nuk më lë. Po i dëgjoj. Dhe duhet ta kesh këtë minimum i respektit që të kërkoj. Po të them edhe një herë, kjo është një ndërtesë e cila në hipotek ishte regjistruar ndërtesë shërbimesh.
shërbimesh. Është bërë ndryshimi vetëm në javët e fundit në ndërtesë banesë. Dhe po të them, vetëm fakti që i referohemi si insigu, do të thotë që jo vetëm ishte një hipotek ndërtesë shërbimesh, jo vetëm që ishte një hipotek ndërtesë shërbimesh, por edhe publiku e njeh si ndërtesë shërbimesh se e njeh me emrin e korporatës që ishte aty, jo me shtëpinë e filanit. Dhe fakti që i referohen si insigu dhe jo shtëpia e Enit, do të thotë që edhe publiku e di si është kjo punë. Fakti që ti përpara pak javësh shkon e ndron dhe e bën banesë, bëhet për një arsye, sepse çmimi i kompensimit të banesës ku jeton njerëz është 3 herë më i lartë se çmimi i një dyqani ose ndërtese shërbimesh. Dhe ja ku fle lepuri, ja këtë po të them. E para. E dyta, po në hipotek, duke qenë se kjo jepe me qira, ishte regjistruar vetëm një kat përpara disa javësh. Me vendime gjykatash e me çudirat e tyre, arrin dhe thonë jo, kjo është 4 kate. Unë e di që është 3 dhe 4 kate fizikisht. Por në hipotek ishte regjistruar një kat. Ta them unë pse ishte regjistruar një kat. Jo se tjerat ishin bërë fsheruese. Po sepse kur merrnin qeran, bënin evazion fiskal dhe nuk e deklaronin për 3 kate, por deklaronin për një kat. Tani që u vjen shpronësimi, thonë nga një kat ti deklarojmë të 4 dhe bëjmë ca marifete me gjykatat dhe pastaj jo vetëm ti bëjmë sikur kanë qenë shërbim dhe kanë qenë, por ta bëjmë sikur është banesë. Vetëm nga këto marifete, vlera që marrin sot në dorë është minimalisht 6 fishuar. Dhe për dikë që pasi bëri këto marifete, merr $2 milion me vendim Këshillit të Ministrave dhe bllokon këtë në gjykat, po më në fund doli dhe data e këtij gjyqi, kjo më duket tafma. Dhe qytetarët janë dëshmitarët e mi. Dhe qytetarët janë gjykata e vërtet. Nëse kjo nuk është tafma, që ti kur kishe e jebe me qira, bëje evazion fiskal, regjistroje një kat dhe e bëje shërbimesh, tani që do t'i arrisësh vlerën me 3 fish nga shërbime në banesë dhe nga një kat 4 kate dhe tani deklaron të plota, dhe këtë mund ta bësh me gjykatat shqiptare, kjo është për të vënë duart në kokë, kjo është tafma, unë them që është. Po, me sa duket ta qytetarë na ndjekin, me sa duket shumë qytetarë të Tiranës, sepse vazhdojnë me shkruajnë dhe unë kërkova leje do t'i shikoj tani mesazhet. Se do kam dhe gjëra të tjera për të thënë. Sa më shumë e zgjasin ata, unë do të shkoj kësaj gjëje deri në fund. Jo, kam ndoshta janë të gjyqtarëve, ata thonë pse nuk na keni dëgjuar, pse s'na keni takuar asnjëherë. Tani e para punës drejtoria juridike i ka takuar 8 herë. Dhe nuk kanë arsye pse të gënjejnë për një gjë që unë e di si drita e diellit. Drejtuesit, ekipi i mbashkisë e ka takuar 8 herë. Tani, të lutem. Ty se nuk kam as interes privat në këtë gjë që të merrem me këtë, e kuptoj se jarimin tuaj, duke qenë se nuk kam në brendësi. Për t'ju thënë se sa gabim e kanë këtë strategji, unë jo vetëm do t'i shkoj deri në fund kësaj historisë së hipotekës, edhe gjithë legalizimeve, ne kemi legalizime në liqen, IP fotografi të legalizuar në liqen. Unë do t'i shkoj deri në fund dhe gjyqtarëve dhe do t'i denoncoj të gjithë ata që japin vendime që i bëjnë të tilla dëme. Dhe kur i kanë këto para, duan akoma më shumë. Kjo është e pandershme. Unë e ti, edhe 99% e shqiptarëve, $2 milion cash nuk kemi për t'i parë gjithë jetën tonë, gjithë bashkë. Ama të kesh një rast të tillë, që me këto marifete i është rritur vlera dhe prap të bësh të insistim, dua ta bëj me dije atë personazh që jam dhe ndjeni të faktit se si është ndryshuar një hipotek, fakti që në fakt familja fillestare ja ka shitur një pronari italian. Ajo godin nga qenë bordello në kohën e Italisë, bordello e Tiranës. Flasim hapur, se din gjithë. Pra në ato kohë, një sekond, pra ka qenë një shtëpi publike e Tiranës. E shitur këtij italian. Italiani dëbohet nga Shqipëria kur vjen komunizmi, shtëpia konfiskohet, po krejt periudha kur kjo ishte në pronë të këtij italianit, që vdiq, si harrova dhe emrin, krejt papritur ky fashikull është hequr nga hipoteka. Dhe në vitin 92, duke qenë se kishin lidhje me pushtetin e Saliut në atë kohë, i njihet kësaj familje. Dakor, masakrën e pronave nuk i dalim dot në krye, është një plagë shumë vjeçare në Shqipëri. Arsyeja pse ta jap këtë histori është për treguar që unë jo vetëm dhe bashkia jo vetëm i ka pritur këta njerëz, po unë e di historinë në detaje. Unë i di të gjitha mashtrimet që janë bërë dhe po ju them, boll me tafman. Po merrni $2 milion, zhbllokoni Tiranën. A ka situata të ngjashme? Do ta zhbllokojmë me gjykat. Qytetarët duhet dinë këtë. A ka situata të ngjashme si ke godin? Pavarësisht se ka një aleancë milionerësh, politikanësh të lodhur edhe nikje dhe gjyqtarësh, Tirana do bëhet edhe unaza e vogël. U a thash të gjitha këto fakte për t'i treguar atyre personazheve të lidhur me këto gjykata dhe me pushtetin që cofi, që jam në dieni të çdo detaj, nuk më shpëton asnjë detaj. Dhe po tregohen tafmaqar, po tregohen gënjeshtar dhe po tregohen të korruptuar. Dhe këto fakte
ua bëj me dije vetëm të kuptojnë që jam më i ftilluar se ç'dukem. I di gjërat në detaje, i di gjithë poshtërsitë që janë bërë. Bëjnë mirë ta lënë Tiranën të zhvillohet. Tafmaja e disa personazheve në politikë dhe në biznes nuk do më pengoj të bëj Tiranë. Kaq ditë. A ka raste të tjera të ngjashme si kjo godinë Ka tafman Tiranë, cila ka prezente, bllokuar? po besoj që më shumë se sa pengesa ka zell. Bashkia ime ka zell, qyteti ka zell të shofi punë. Dhe urata që më japin çdo ditë njerëzit për punë të mbaruara të bashkisë, unë çdo ditë bëj një punë konkrete. Dhe i kam thënë bashkisë dhe ekipit, nuk ka për të ngrys. Sa ti jam unë këtu? Një natë ku qyteti s'do ketë një produkt konkret që u bë diçka. Dhe kjo është mënyra se si unë mas punën time. Për sa kohë që urata është më e madhe se shtrëngata, unë jam Kam shumë pak minuta. Ne rrim sa dush. Sheshi, po problemi është kemi marrë 120 minuta nga programacioni 2 orë. Konkursi i Sheshit Skënderbej, kur është bërë, ndërkohë që kemi disa pamje shumë interesante se si ai do transformohet? A ka patur projekte alternative përpos asaj që shohim? Konkursi është bërë që në administratën e Diramës, u fillua dhe implementimi i projektit. Pra, më themi që është në përshtatje planit belg. Po. Këtë kemi thënë publikisht. Pati një groposje të gjitha të investimi, nga ata që s'dinin gjë vetë se t'i bënin gropën Tiranës, dhe tani po mundohemi që në kohë rekord, jo vetëm të bëjmë investimin e projektit, por dhe në një ajustim që ne na duhet t'i bëjmë projektit, kur vjen puna tek fakti që kanë kaluar disa vite, është shtuar ngroja globale, do thotë është rritur me disa gradë temperatura mesatare e Tiranës, do thotë që kemi hapësirë ne të shtojmë më shumë pemë, pra jo ndryshime që do ndryshojnë le të themi krejt thelbin e projektit, por shtesa ose ajustime që e bëjnë projektin shumë herë më bashkohor, pra edhe me këto nevojat kohës. Këto e kemi bërë, kështu që jemi në fazën implementimit, po vazhdojmë stafetën që ekipi jeti lanë në bashkim. Do të qëndrojnë kullat e Sheshit Skënderbej? Nuk ka kull të Sheshit Ndërmjet 15 katëshit dhe muzeut, do të ketë aty një kull? Jo. Nuk ka. A do të ketë kull që shflitet tek 7 xhuxhat? Nuk ka kull tek 7 xhuxhat. 7 xhuxhat është pronë e bashkisë, nuk e di për çfarë po kull. Këndi lojrave, në vend këndi lojrave, a do të ndërtohet aty një kull siç përflitet? Këndi lojrave thash është pronë e bashkisë, është me një qëra mbaj mend është bërë këtu 15 vjet përpara, nuk ka asnjë plan të këndi lotrave. A mund të flasim për koncesionin e parkingjeve, çfarë po ndodh? S'ka koncesion për parkingjeve, ne e Është menaxhojmë. dërguar në gjykat apo jo? Nuk e di për çfarë. Është çështje e dërguar në gjykatë e fituar dhe është dhënë një koncesion për parkingjet e Tiranës, Të sqaroj gjë. Nuk ka koncesion parkingi. Ne kemi një agjenci parkingjesh e qytetit të Tiranës dhe qytetarët e dinë që për çdo bilet parkimi, që më përpara e merrnin këta që vinin në arka dhe që gricin makinën, sot e keni një parking me kamera si në çdo vend perëndimor dhe njerëzit e dinë që çdo para që jepet në ekoparking të bashkisë shkon për më shumë pista. Po flisja për Parkun Rinia, se ato janë bërë, po janë pak sidoqoftë. Po flet për Parkun Rinia, për Parkun Rinia jo vetëm që do të bëhet parkingu në toksor, se nëse do mbyllim gjithë qendrën Sheshin Skënderbej për ta kthyer në hapësirën pedonale më të bukur në Ballkan. Njerëzit diku do parkojnë. Ju e dini preferencën time, unë preferoj që më shumë njerëz të ecën dhe të përdorin bicikleta, por nëse njerëzit bëjnë distanca, diku do lënë makinën. Makinat poshtë. Kur të jetë qyteti i pastër dhe i mirë për të ecur në këmbë, se të gjithë do donim të ecim në këmbë qytet, po. Do ta bëjmë. Çdo ditë, Një qytet i vështirë sot Tirana për të ecur në këmbë, besoj. E di, ndaj dhe duhet që mos pengohemi që ta çojmë qytetin e ëndrave aty ku duhet. Kështu që për nëse referohesh atij parkingu, po. Jo vetëm që do bëhet, por unë jam i paduruar që të filloj sa më shpejt që është e mundur. Edhe besoj që në Duke pyetur gjykatën sidoqoftë. Sa e fituam në gjykatë, nuk e di. Është fituar në gjykatë, ndoshta po ngatrojmë unë atë. Unë e di që është çështja e dhëndrit e Saliut. Po pra, ishte dhe dhëndri Saliut i humbi në gjykatë. Se sigurisht edhe gjyqtarët po arrin të kuptojnë që kjo është një iniciativë për të penguar qytetin. Se kur shohin dhëndrin e Saliut në gjykatë thonë ore, po ky nuk ishte ky që bëri planin. Tani është kundra planit vet, u duket pak edhe qesharak edhe bufon. Kështu që edhe gjyqtarët tani po ftillohen e po thonë si mund të kërkoj prishjen e kësaj ai që e bëri, apo ambientalistët që e firmosën. Kështu që në këtë sens besoj që kjo historia e këndit lotrave shpjegoi dhe gjithë të histeri me këto. Do bëjmë, të gjithë duam Tiranën si jashtëtit, na lini ta bëjmë si jashtëtit. Makinat poshtë, parku sipër. Dhe parkingu do vazhdojë. Okej, kam edhe shumë pyetje të tjera, do të qëndroj te pyetjet e qytetarëve pasi kam vetëm pak minuta. Të qytetarëve jo të VIP-ave.
të qytetarëve. Pastaj kur ata prezantohen si biznes VIP, unë nuk kam asnjë racizëm ndaj tyre. Por nuk kam asnjë problem. Ajo që dua të them është çdo gjë me karar. A do të ketë një shkollë, është Anita, një qytetare që shkruan. A do të ketë një shkollë në zonën e Mistomames, shkolla në zonën e kombinatit, janë të mbipopulluara dhe me 2 turne. E falenderoj Anitën për pyetjen. Jemi momentalisht Anita duke parë disa toka, po konsiderojmë disa toka shtetërore. Hapësira ndoshta nuk është ideale. Në rastin se ne nuk adoptojmë dot projektin në një nga tokat shtetërore, do bëjmë shpronësim në një tokë private dhe do ta ndërtojmë. Jo vetëm zona Mistomames, por gjithë zona e Unazës Re në Ysberisht ka nevojë për një shkollë dhe momentalisht jemi duke parë në terren disa hapësira. Pyetjen i zotin Beliaj dhe ky është Endri që na shkruan, ku e ka sheshin me emrin Çamëria që premtoi në fushat para mira simpatizant me Çam. Unë vetëm këtë fundjavë kam folur me kryetarin, me Shpimi Drizin, edhe aty kemi disa opsione. Një opsion ka qenë në një nga sheshet që është në fillim të Bulevardit të Ri. Kjo pyetja ku e ke? Premtimet janë për 1 mandat. Kështu që Endri duhet i kërkoj me dashamirësi, si ai nuk pritet që ta marrë diplomën e vet që vitin e parë të shkollës, duhet i bëjt 4 vitet, edhe kryetari i bashkisë duhet ta marrë notën për 1 mandat. Kështu që kam thënë që brenda këtij mandati do të ketë një shesh Çamëria dhe jam duke konsultuar avokatin më të madh të kësaj kauze që unë njoh, që është Shpimi Drizi, për gjetur sheshin më të mirë. A mund ta pyesin kryetarin a udhton ndonjëherë me urbanin e Tiranës së Re dhe kësaj pyetje me sa duket ju përgjigjem? Po, udhtoj me urbanin e Tiranës së Re. Nuk besoj të udhtoj vazhdon se do ishte mirë të ese në këmbë pasi do të arrinte në destinacion më shpejt se sa me këtë linjë. Kemi pasur një shumë të konsiderueshme gjobash për këtë linjë. Jam kontakt personal edhe kur autobusi im vonohet, po të thash edhe një herë që 2 zgjidhje kemi. Ose kjo reprezalia që është e mirë por nuk është e qëndrueshme, ose ky sistemi që do të kemi këtë vit, çdo autobus do ketë GPS, gjobat do të vi automatikisht në momentin që GPS-i tregon që nuk i ka kapur në minutazhin e stacioneve dhe sigurisht do të fusin në një sistem me pik ku siç hiqet patenta, ashtu të hiqet dhe licenca. Për çdo pikë që humbet nga vonesa do të hiqet dhe licenca, që të bëjmë një sistem transparent dhe që unë të kem mundësi t'i them dhe qytetarëve, ja arsye pse u penalizua një biznes, pavarësisht se ti do më thuash mos i prek VIP-at, po kur VIP-at nuk ofrojnë shërbimin, do penalizohen. Jo, mos prekin ata që duhet preken, nuk them as gjë ngjashme, sigurisht, po bëjmë dhe shkëmbime batutash pasi arritëm në fund edhe nuk kemi pak të lodhur të dy në 2 orë transmetim drejt për drejt. Vazhdojmë me Xhimin, një pyetje për zotin Veliaj, për premtimin që ka bërë për njësinë më të re të Tiranës Zat Bastari, nëse ka ndërmend bëj investimet minimale në këtë zonë, ku gjithmonë po zvarritet me premtime nga ministria, kryeministria, ministra e kryeministra që prej shumë kohësh. Me Xhimin duhet të them që sapo kemi miratuar rrugën e Çekrezit, që është një nga nyjet kryesore që lidh atë zonë. Dhe plani tjetër është që me fillimin e rrugës Arbrit, nyja kryesore lidhse, pra le të themi mbikalimi kryesor, është në zonën e Zallherit. Po besoj që me rrugën e Çekrezës ne kemi filluar një epokë të re dhe për Zallherin që kishte vite që shifte investime. Lidiana thotë që e keni situatën në kontroll, nuk ka pyetje, por ju thot bravo, po ju e them kështu për Shumë faleminderit, e vlerësoj jashtë masës se si çdo njeri dhe unë keni nevojë për lavdërime, po. Fjalët e mira, Do të vazhdoja, pyeteni pak kryetarin e bashkisë për bllokuesit e verdha që po abuzohet në mas, dhe pyeteni gjithashtu nëse do të bëni, do të nështroheshit testit vërtetës. Sa i sinqert mendoni se do dilni? E kam fjalën për atë makinën e zero për folm duket. Sille makinën këtu, besoj sot kam qenë 100% i vërtet. Edhe fakti që flas me pasion do të thotë se besoj ke punën që po bëj dhe sigurisht që mërzitem kur bllokohen punët e Tiranës. Më dhem si çdo krijesë të dhimbset që e ke bërë vet, edhe mua më dhimbset kjo punë që po e bëj me shumë pasion. Bllokueset e verdha janë në zona ku qartazi është bërë sinjalistika, ku ka korsi emergjente, në zona ku nuk lejohet rreptësisht parkimi, se një makinë e parkuar bën një qytet të tërë të mërzitur që i bie Boris se s'po shkon dot në destinacion aty ku bëhet grykshishe, më rezulton që njerëz me shumë pushtet dhe makinat dhe më të shtrenjta, njerëz që janë njohurit e mi, stafi bashkisë ju bllokohet rregullisht makina. Është një leksion i vështirë. Qytetet e tjera, Parizi e ka akoma më të vështirë, të marrin gjithë makinën. Ca qytetet e tjera të vënë rrotën, të marrin dhe makinën, dhe makinën ta vënë një kodër të lartë,
si ta vënë në Linz, që të shkosh në këmbë deri në Linz. Dakor, po. Qytetet tjera kanë. Qytetet duhet të jetë edhe më mikpritës me qytetarët e vet, do të krijojë disa mundësira. Në zonat kur ti parkon në trotuar, ku do kalojë një njeri me aftësi të kufizuar, dhe hipën makinën në trotuar, ku parkon në një zonë ku ai kanal zë gjysmën e rrugës dhe korsisë, kjo është një karshëllik që i bën qytetit. Dhe qytetit thotë më fal, po ti nuk mund të ma bësh më këtë, sepse ky është një qytet duhet jetojnë gjithë, jo vetëm ai që ka makinë shtrendesh të fortë. Andi pyet, keni premtuar që fushatës tuaj elektorale që do bëni shpërndarjen sa po të vini në karikën e kryetarit bashkisë, shpërndarjen e banesave sociale. Kam bërë 186 shpërndarje të tilla. Në disa raste kemi bërë dhe banesa tjera, siç mund të jenë rulotët, banesa mobile. Bëhet fjalë, vazhdon ai për stokun që kishit po, gjysma, më shumë si gjysma e stokut është shpërndar. Ka dhe një raund tjetër të shpërndarjes, ndërkohë që ne kemi dhe bonusin, u riaktivizua bonusi për Qiran dhe projekti që ne kemi më zhvon për kredit sociale. Por, zhbllokova me njëherë gjysmën e parë. Për sa kohë që aplikimet e tjera vazhdojnë, jam në pritje që zyrtarët e bashkisë të banesave të bëjnë një listë përfundimtare të pjesës së dytë banesave sociale. Okej, ecim më tej, po jap hapësirë pasi në fakt janë drejt për drejt qytetarët të interesuar dhe si rrallëherë po jap një hapësirë të veçantë pyetjeve të tyre. Një qytetar pyet, pse nuk doli zoti Velier për karabanorëve të stacionit trenit në protestën e tyre? Spari sepse unë jam duke bërë punën e bashkisë dhe unë nuk kam asnjë tagër që t'jap para të taksapaguzëve tjerë, sepse për banorët që shpronsohen, taksat vinë nga banorët e tjerë të qytetit Tiranës. Dhe nuk është fare në tagrin e kryetarit bashkisë që të vërë shuma sipas shefit ose dëshirës. Ka një ligj i cili thot për metër katror shkaq dhe i ndahet bashkëpunëtarëve. Ka një ligj që thot për një shtëpi që ke ndërtuar pa leje qyteti s'ka borxh, që ndërton pa leje në bulevard, ku dihet që do kishte bulevard, dihet që në kohën e Italisë, pastaj që në kohën e Adi Çarçanit dhe pastaj që në kohën e tranzicionit. Kështu që kam zbatuar ligjin, vetëm ligjin kur vjen puna tek kjo histori. Kur do të kalojnë kopshtet në varësitë bashkisë, pyet Mona. Kopshtet kanë kaluar në varësitë të bashkisë, në 3 kopshtet e para kemi riabilituar, kemi edhe 20 për këtë vit. Madje në disa kopshte ne kemi filluar edhe një shërbim të veçantë për fëmijët që janë me sindromën Down dhe me autizëm, sepse besoj që të gjithë fëmijët e qytetit Tiranës janë engjëj, është vetëm çështje mundësish dhe ndihme që disa e kanë të nevojshme ekstra, pra duan një ndihmë ekstra. Dhe unë besoj shumë te kjo kauzë dhe më vjen mirë që kopshtet e Tiranës po fillojnë si çerdhet të jenë totalisht moderne dhe duhet falenderoj publikisht gjitha bizneset që në vend thonë unë jam VIP, s'du të paguaj taksa, thonë unë jam këtu që të shërbej. Fitoj në këtë qytet, do jap diçka mbrapsht. Dhe dua t'i garantoj qytetarët që të 31 çerdhet, 23 kopshtet nuk kanë asnjë përveç monitorimit dhe sigurisht supervizionit që i bën bashkia, që këto të jenë cilësore, se faktikisht janë dhuruara, do thotë që të jenë cilësi më dobët, të gjitha po bëhen me sipërmarrjet e qytetit tonë. Këtyre sipërmarrjeve unë ju përkulem gjithë ditën e gjithë natën, ju heq kapelen, se ky është biznesi vërtet. Ai që thot taksat po, po unë do jap dhe diçka shtesë, sepse po të ketë fëmijë të mirë ky qytet ka të ardhme. Po të ketë fëmijë ky qytet të rritur mirë në çerdhe dhe në kopshte të mira, nuk do përshtyr nesër, nuk do hedhin plera nesër. Se kam edhe Lorenci që thot pse krenohet zoti Veliaj përsa ko rikonstruksioni i çerdheve bëhet nga private. Sepse besoj që është e nevojshme që të ketë një fuqi mobilizuese, e cila nuk ekzistonte përpara në bashki. Unë i di mundësitë e Bashkisë Tiranës. Një mundësi është që të ngresh duar dhe të flesh gjumë, të fajsosh dikë. Një mundësi tjetër është të lëvizësh dhe mos të gur pa lëvizur që kjo të bëhet. Këtë të paktën s'ma thot dot njëri. Edhe zonja në fjalë, nuk kemi lënë gur pa lëvizur, qoftë edhe me privat, duke konsumuar çdo njofje, edhe personale që kam unë, që të mos ngelet gjë mangut. Jo, ishte nuk ishte zonja, ishte një zotëri, ishte Lorenci. Doja të vazhdojmë. Zotëri, në fakt, duhet ishte zotëri, se zonjat janë shumë pozitive në qytet. Pushkini thotë, Unaza e Re jetojnë 20.000 familje të ardhura ku janë shkollat në këtë zonë. Sa për ju përgjigja, zonë e Unazës Re është njëjta pyetje me zonën e Mistomamës. Mistomame është rruga më sipër, sa ju përgjigja për shkollën. Ama duhet të sqaroj edhe diçka. Ajo është një zonë e cila gjendet në komunën e Kasharit. Nuk dua t'i paragjykoj, po dua dhe t'ju bëj një pyetje. Kur dikush vendos ku do e marrë shtëpinë, sigurisht që i shikon dhe këto parametra. Pra, ajo që pyet Pushkini është, shko, unë e mora këtë vendim, pa i parë ku ishin kopshtet e çerdhe, tani ti ma bëj shkollën. Patjetër që do ta bëjmë. Po mirë është ta jap këtë këshill, pra kur dikush merr vendime të rëndësishme të tipit ku do banojë, duhet pyesit edhe për gjëra të tilla. Dhe nëse ka zgjedhur një komunë
që jepte vetëm pallate dhe s'bënte shkolla dhe çerdhe, ka gjithë drejtën të më kërkoj llogari. Po ndoshta pak fare llogari dhe vetes vet për të thënë, ore si vajta unë në një komunë që ishte vetëm me pallate, s'kishte kopshtë të çerdhe, vajta bëra shtëpi aty. Pra, qytetarë të përgjegjshëm edhe bashki të përgjegjshme, po të dyja. Pra jo vetëm bashki që është babysitter i çdo lloji vendimi, po dhe vendime të përgjegjshme nga qytetarët. Nuk jam kundër, megjithatë 20.000 familje janë tashmë fakt aty dhe kanë nevojë për një. Por mend për herë tjetër kur marrin vendime të rëndësishme. Elgjen pyet zoti Rion, pse pensionistët duhet të paguajnë taksën e arsimit? Nuk e paguajnë taksën e arsimit pensionistët. Nëse pensionisti i ri, pra fjala vjen nëse nëna ime rri në familje me mua, atëherë sigurisht vjen ke fatura ime e ujit. Por pensionistët të gjithë kanë vërtetim nga njësia bashkiake që janë pensionistë dhe nuk e paguajnë taksën e arsimit. Nëse ka në një aksident 1 në 100.000 që i vjen ky 100 lekëshi, atëherë mjafton vetëm të marri vërtetimin tek njësia administrative dhe t'ja tregoj faturës ujit, faturisë veturit dhe kjo zgjidhet, po nuk ndodh. Erzeni pyet për Shëngjergjin dhe energjinë atje, Lefteri pyet për lulishtet e kombinatit, dikush tjetër sërish për bllokun 5 maj. Problemi është nuk kam kohë. Me radhë, Erzeni për jo më i përgjigjem gjithë se duket sikur jo juve po, nuk kam minuta. 30 sekonda secilit. Erzenit i them që energjinë e ka OSHE, nuk është një korporat, duhet të adresoj OSHE-n, për nuk është një korporat e bashkisë, ne kemi ujin. Erzenit ditë vetëm t'i them që Bashkia e Tiranës në 10 muaj ka bërë 10 aktivitete masive në Shëngjergj. Kemi bërë panajir edhe për domatën e Shëngjergjit, kam futur këtë vit një investim të gjitha terrenet sportive të Shëngjergjit, madje dhe ditën e Europës Bashkia e Tiranës e bëri në Shëngjergj. Për shumë njerëz që e kanë dëgjuar Shëngjergjin për herë të parë, kur unë kandidova dhe shkova në Shëngjergj, sot i kam parë që po ndërtojnë shtëpitë e tyre të fundjavës. Pra ata njerëz që kanë të ardhura dhe në Tiranë duhet të kenë një shtëpi fundjavë, besoj që është rritur vlera për onës Shëngjergj, i ka shkuar më shumë biznes Shëngjergj, zona si Shëngjergji, Baldushku me gjelat, Ndroqi me vajin dhe me ullirin, edhe ekonomikisht janë më mirë sot, fal këtij promovimi që është bërë bashkia nga Bashkia e Tiranës, sesa ku ishin komuna të humbura. Mbaruan 30 sekondat. Kalojmë tek nëse doni të përgjigjen Lefterit për kombinatin, lulishtet janë zaptuar nga bizneset. Lefterit për kombinatit i kam një përgjigje. Ne sapo mbaruam rrugën Piro Godo në kombinat, që është një zonë e cila kam qenë aty në fushat, inaugurohet nesër. Kam qenë në fushat një rrugë si e bombarduar, ju jeton një pjesë e madhe banesave të reja të kombinatit. Sapo kemi hapur bibliotekën e re në kombinat, do të fillojmë shumë shpejt rrugën nga kombinati ushqimor në Sharr dhe rehabilitimin e të gjithë varrezave aty. Sigurisht do doja ta kisha shkopin magjik, po kemi bërë 10 gjëra nga 20 që kemi premtuar për kombinatin. Sigurisht do t'i bëj edhe 10 tjerat, po duhet më jepet edhe pak kohë se kanë kaluar vetëm 10 muaj. E qartë. Dhe për bllokun 5 maj që një qytetar flet për një rrugë të cilën ndërtuesi thotë që e ka përdetur bashkia thotë që ka ndërtuesi dhe aty është një situatë duhet të më japësh një adresë saktë se rruga 5 maj është një nga rrugët më të gjata në Tiranë dhe duhet di eksaktësisht ku ndodhet në rrugën 5 maj, po nesër mund të çoj dikë ta verifikoj nëse kam një informacion sakt në cilën pjesë të rrugës ka pretendime me pronarët. Okej, unë nuk kam minuta, ndoshta do ta verifikoj në një mënyrë tjetër. Unë ju falenderoj shumë. Së pari që u përgjigjet gjithë interesimin të banorëve të Tiranës. Ka një mënyrë për ta verifikuar. Ne kemi një aplikacion fantastik, quhet Tirana Ime, ku qytetarët mund të raportojnë problematika të tilla. Kemi një dispatcher i cili i shpërndan në brigada të ndryshme. Disa gjëra i zgjidhin për një orë, disa gjëra na duhen disa ditë, disa gjëra mund na duhet një investim më afatgjat. Po ka dhe një hapësirë, quhet Tirana Ime, për gjithë ata që kanë një telefon celular, që ka internet, dhe është një mënyrë fantastike se si mund të shohësh kamerat e qytetit, se si mund të kontrollosh oraret, si mund të shikosh pika turistike dhe të raportosh shumë probleme që besoj në një mënyrë shumë eficiente po i zgjidhim se më përpara. Okej, faleminderit shumë edhe një herë që ju përgjigjet interesimit qytetarëve të Tiranës në Facebookun tonë Eni Vasili Studio e hapur, pasi puna juaj shkon drejt për drejt tyre, por gjithashtu edhe interesimi tim për gjitha pyetjet që vinin celular dhe jo, dhe ato që kisha përgatitur unë. Ishte shumë kënaqësi dhe pavarësisht debatit e shijova jashtë masa, edhe besoj që garancia që u dham qytetarëve që pavarësisht këtyre kleçkave, puna do vazhdoj, është besoj mënyra më e mirë për ta mbyllur këtë emision. Jemi këtu për të bërë punë, do bëjmë punë dhe s'ka askush që na pengon. Suksese për nesër paradite, për vendimin e gjykatës administrative. Këtu jemi për ta diskutuar. Ditë them që meraku më i madh është gjykata e opinionit publik. Për sa kohë që fitojnë atë gjykatë, këto të tjerat janë gjëra të përkohshme, koha kalon, drejtësia nuk vonon. Do jem shumë i vëmendshëm nesër për vendimin e gjykatës dhe do t'i shkoj kësaj pune deri në fund. Jam i zënë, po jo aq i zënë sa mos gjej kohë
të përfshihem si avokat i reformës në drejtësi, që këto anomalira për cilat folëm sot të tingëllojnë si pralla e kaluar kur të kemi Tiranë të re nesër. Faleminderit për kohën tuaj, faleminderit ju që na ndoqët nderuar teleshikues. Takimi me studion e hapur është për të martën që vjen. Natën e mirë.